nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma miq dhe përshëndetje. Mirë se takohemi sërish së bashku në puntatën e radhës në Horizont, sot data 29 maj 2026. Dita e parë e fundjavës, uroj për të gjithë të keni një fillim fundjavë sa më të mbarë, të keni mbyllur javën, apo të jeni nuk e mbyllur javën sa më suksesshëm, sa më pak vap, sepse më thonë të drejtën këtu në Gjermani, sinqerisht po na përvlon vapa dhe ne ndoshta edhe nga që nuk jemi mësuar, por sikur thonë edhe meteorologët janë temperatura si thosh të pa parashikuara për kohën, për periudhën. Jemi në fund të pranverës, pra dhe 2 ditë dhe ne e mbarojmë stinën e pranverës, fillojmë stinën e verës, por vera sikur ka shpejt dhe kjo vapa përvoluese sikur jemi mbas gjysmës së qershorit ndoshta. Miqtë e mi, pra unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, si çdo të njëjtë të premte dhe të shtunë që ne jemi së bashku në Horizont. Unë dua të bëj edhe një njoftim, Window Radio ka arrit të bëj edhe një marrëveshje partneriteti me portalin më të madh në diasporë, pra portali shqiptar, i cili është më i madhi në diasporë me qendrën në Amerikë, ku ne çdo emision apo programacioni joni do jetë dhe në portalin Alb Media, i cili është portal me qendrën në Amerikë dhe është portali më i madh shqiptar në diasporë. I përshëndes dhe falenderoj edhe drejtuesin e portalit zotit Prel Popaj, të cilin uroj që të kemi bashkëpunim sa më të gjatë dhe sa më të frytshëm. Atëherë miq, unë për të gjithë ju dua të rikujtoj mundësitë se ku mund të ndiqet Window Radio, pra gjithmonë për miqtë e rinj. Window Radio ndiqet përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni edhe lajmin dhe informacionin e fundit që ne përzgjedhim për ju, po ashtu mund të dëgjoni edhe muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ i Radio Storm. Po ashtu, radio ndiqet dhe në platformat ndërkombëtare, siç është TuneIn, MindTuner, Radio Box, Radio.net, Radio Shqip, pra janë rreth 20 e ca platforma miq ndërkombëtare që Window Radio tashmë është e regjistruar dhe pothuajse në çdo platformë ndërkombëtare botërore Window Radio ndiqet dhe më thënë të drejtën, unë jam mirënjohës të gjithë ju, miq, na ndiqni, na suportoni, na jepni këshilla, edhe ju që na kritikoni, u jemi shumë mirënjohës. Pra ju mjafton që të shkarkoni një nga këto platformat në çdo pajisje, qoftë Play Store, qoftë Apple Store, dhe aty të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty 24/7, qoftë me muzikën, qoftë me emisionet tona që ne kemi live çdo natë. Po ashtu Window Radio mund të kërkoni edhe në Google Search, windowradio.de live, dhe aty do në keni mundësi të ndiqni dhe emisionin e plot. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku ju mund të komentoni apo të dërgoni pyetje dhe në varësi të kohës apo në varësi të një pyetje interesante, ne do mund të përzgjedhim për t'ia drejtuar të ftuarit. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin live tani, ne kemi menduar që çdo emision ritransmetohet në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, ose në orën 21 me orën e Shteteve të Bashkuara dhe të Kanadas. Pra, jemi përpjekur që të krijojmë sa më shumë mundësi për të patur mundësi dëgjuesit që të na ndjekin. Po ashtu, emisioni do jetë i regjistruar nesër dhe në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont ose Window Radio hapësirë.de. Këtu ju mund të gjeni çdo emision, qoftë emisionin Horizont, qoftë emisionet e kolegëve të tjerë, të cilët janë, pra ju mjafton që të bëni një subscribe në këtë faqe të YouTube-it dhe do vi çdo emision apo njoftimet tona. Miqtë e mi, si gjithmonë do kërkoja shumë miqësisht që të bëni një shpërndarje faqes të Facebookut, jo se ne fitojmë diçka nga ana monetare, as ju nuk humni,
nga ana monetare, por si ne si ju fitojmë miq të rinj, fitojmë shqiptar dhe të jemi të gjithë së bashku, sepse siç e kam thënë unë dhe thonë edhe moderatorët e tjerë, Window Radio është vetëm e dëgjuesit dhe ne vetëm përpiqemi të jemi shërbëtor të denjtë të shqiptarëve, të diasporës, kudo që ka shqiptar, çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka për të treguar një histori apo ka për të promovuar diçka, Window Radio është gjithmonë e hapur. Shumë ish, pra shpërndani Window Radio, afroni dhe më thënë të drejtën, për çdo të ftuar kam emocione, por sot ose që dje që ne kemi bërë një ftimin sikur vetë i ftuar i sotëm, më ka bërë përshtypje mesazhe të shumta, pyetje të shumta kundër të ftuarit, me vërtet i ftuari është një aktivist ose ndër aktivistët më të gjallë, do thosha, në diasporë, i cili gjithnjë dhe kudo gjendet, për gjithçka dhe për çdo problematikë ai përpiqet të ngrej zërin, dhe në thënë të drejtën është vlerë edhe për radion tonë që të tillë njerëz pranojnë të vinë në një bisedë audio, të vinë në një bisedë radiofonike, sepse më thënë të drejtën është edhe fundjavë dhe normalisht që njerëzit kanë edhe familje dhe kanë edhe ato obligimit e tyre. Por mos asgjësu me monologun tim, unë ftoj tashmë mikun e radios tonë, Zotin Florian Haçkaj, drejtues i diasporës Shqipëria Lirë. Florian, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma Leonard, faleminderit shumë për ftesën. Do më lesh dhe mu 1 minutë të them diçka për radion tuaj se u kënaqja duke dëgju. Sa dush ti, unë t'jam mirënjohës që ti na nderon me pjesëmarrjen tënde dhe gjetë kohë të jesh me ne, kështu që tash ne do t'japim kohë sa duash, po ama nuk do të përgdhelim kështu si në fillim. Unë nuk kam nevojë për përgdheli, po vetëm doja se me të vërtetë tani që po dëgjoja, po sillja ndërmend çfarë sfidash përballet një mërgjimtar me punë, me gjëra që duhet çajnë një shtet të ri, dhe një nga këta jeti dhe stafi juaj i radios dhe keni arrit të jepni një zë diasporës kaq të madh, kështu që unë e para jam bërë me turp që nuk kam marrë më herët te ju, dhe e dyta ndjehemi nderuar që jam sot te ju, dhe e treta e di si po më dukesh tani që po flisje si fanoli në 1800 ca në Amerikë, jo ta them sinqerisht, po ta lexosh të librin Apostulli dhe të Ilir Ekonomi dhe Rebeli, tregon ata shqiptarët e rilindjes atë që kishin komunitetin të shpërndarë në gjithë botën, dhe në Amerikë dhe mundoheshin shtypnin ato gazetat me plumb përpos punës tyre të rëndë, që të përcjellin mesazh për gjëra që ne sot i kemi mundësitë më të lehta me radio, por prap kjo do shumë përkushtim, kështu që respektin tim maksimal e keni për këtë dhe ju jam shumë i njohës. Unë të falenderoj dhe do më lejosh edhe unë të them diçka me fjalë që, okay, dëgjuesit e dinë, por edhe për ata dëgjuesit e rinj, ne jemi përpjekmi fjalë Window Radio është me qendër në Gjermani dhe është totalisht në mënyrë vullnetare, vetëm pasioni, dëshira për të dhënë një media sa më të lirë, sa më pa censur, për të patë mundësi çdo kush dhe për çdo kënd të jetë një dritare e hapur. Kemi moderator dhe studio në Londër, kemi moderator dhe studio në Padova në Itali, kemi moderator dhe studio në Tiranë, pra të gjithë dhe absolutisht askush në këtë radio nuk e përfiton një cent, vetëm të gjithë sa mundim dhe sa kemi mundësi të investojnë për të ngritur një media sa më të lirë. Pra kjo është, mos të marrë dikush për ego, por thjesht për të treguar që njeriu kur do dhe ka pasion dhe ka dëshirë, thjesht të duash, sepse çdo gjë bëhet. Duhet të jemi mirënjohës gjithë për këtë punë. Faleminderit edhe një herë. Florian, tash ne i folëm atë fjalët e fillimit dhe normalisht që jam mirënjohës sinqerisht dhe duke pas parasysh edhe backgroundin dhe punët tuaja dhe vazhdimisht jeni në lëvizje, në kontakte. Por mua më ka bërë diçka përshtypje Florian dhe duhet ta filloj disi ndryshe, pavarësisht se si e kisha menduar, por kur po bësha gati sot mbasdite, pash mesazhe pafund. Dhe për vetëm atyre, më bëri përshtypje se disa thoshin, wow, Floriani po vjen në një radio të diasporës sepse Floriani është i medias vizive. Pash edhe të tjetrën, një fjalë që nuk e kuptoj dhe nuk e di arsyen, pra unë me sa kam lexuar dhe me sa u kam ndjekur, ju vazhdimisht e keni dhënë atë shpjegimin e nënshëtësisë shqiptare, pasaportës shqiptare, që më duket se kjo është bërë edhe si seri legjendash.
Dhe Kjo është shumë e thjeshtë, më burr. Po deshe ti e shpjegoj edhe një herë, unë e të marr shënime ata që jo, thjesht edhe për interesin, po, për interesin e është e thjeshtë. dëgjuesve, sepse faktikisht normalisht ne nuk do ngelim këtu sepse jemi në 2026 dhe gjërat kanë evoluar dhe madje po evolojnë me duket shumë dobët. Ashtu thot ti Leonard, po ka njerëz që i kanë ngel ora tek një ndoshta një brez apo një farë njerëzilliku i keq që mundohen ku të gjejnë gjëra të kapen. Përgjithësi kjo është rëndom tek shqiptarët, por të them një herë atë që thej media vizive, unë nuk jam fare, unë kam dalë shpesh nëpër radio, me thënë drejtën, thjesht do e flasim më vonë në momentin që realizuam atë qëllim kryesor që kishim të realizojmë votën e diasporës, mbas një mbi lodhje 5 vjeçare, po dhe në shtimit në familje me fëmijën e tretë, unë u tërhoqa sepse ky ishte qëllimi im, pra të lejmë një diçka, të tregojmë që shqiptarët bëhen bashk, pas një interes personal, sepse ka pasur lëndime jo në parlament, jo njërën e tjetrën që i duken të gjithëve në përgjithësi duken sikur këto janë përfitime, ndërkohë që për njerëz ne që jemi jashtë dhe kemi ndërtuar jetën këtej janë të gjitha sakrifica, megjithatë se si e gjykojnë njerëzit është e drejta e tyre. Unë po them që unë jam i medjave, radio, intervista kemi pas, me shkrime, çfarëdo që tjetë, që edhe njerë jam i nderuar që jam sot se ty dhe nëse do unë ta shpjegoj edhe njerë për ju dhe për publikun, atë çështjen e pasaportës, me që pas ka treguar shumë interes. Jo, më thënë të kam patur shumë interes dhe me lejo të ndërhyj këtu paktën nga diaspora për Shqipërinë e Lirë, unë jam mirënjohës sepse unë kam patur vetë në moderim zonën Jola Bejkollari, e cila është antare e nderuar e kryesisë në New York. Kam patur Bledar Milaqin pra në kohën para zgjedhjeve, pra se që arrit votë e diasporës e këto. Pra me diasporë Shqipëria e Lirë ne kemi patur, paktën unë veti kam patur në disa misione të mia dhe u jam mirënjohës, pra çdo kuj, sepse normalisht si kur e thash, nuk është e lehtë të shputesh nga familja dhe pavarësisht gjithë obligimeve të ditës që kemi. Kryevepër. Kur të dush ti e shpjegojnë atë. Jo, shiko, unë nuk kam një pyetje konkrete, por pash që ka shumë interesim, me fjalë ku thonë që Floriani që në 2012 është hjek në shqetësia, ka fituar në 2024, një po Floriani ka votuar në Shqipëri. Pra, më duke se është bërë si legjenda e zanave kjo puna, apo si ati bashkë mujt dhe Halinit. Mos më bëj kaq të rëndësishëm. Shiko, unë do të shpjegoj me kënaqësi, por ki parasysh diçka. Ata njerëz që duan të sajojnë të gjejnë gjëra negative, do t'i gjejnë sido që të jetë. Kështu që unë nuk flas për ata vesh, unë flas për ata vesh që duan dëgjojnë dhe është shumë e thjeshtë. Unë kam jetuar në Gjermani dhe mbas studimeve, pra kam studiuar në Gjermani mbas gjimnazit, pas studimeve doja të merrja lejen e qëndrimit të përhershme, sepse atë mendonim se ishte. Kur na thonë tek zyrat tuaj na thonë ore për të marrë për ju që jeni akademik, që jeni të integruar, keni mbaruar studim, mund merrni pasaportën. Dhe ne hapëm sy si unë si vllajtë, pasaportën, ku ta gjejmë pasaportën? Por ishte ai ligji atëherë që duhej heq. Edhe unë me thënë drejtën, shkova e hoqa pasaportën, shqiptare me shumë keqardhje, por pata fatin, po ta quaj fat, që hoqa atë pasaportën e kuqe, atë që ka qenë jo biometrike, sepse atë kisha pasaportën atë kohë. Po ka qenë atë para 2010-s apo para 2009-s. Ndërkohë kartën e identitetit, unë kisha marrë atë biometriken. Dhe me thënë drejtën, po flas shumë hapur, por ia me shpresën që shteti shqiptar bënin nga tarresa e nuk ma heq fare, sepse më dhimbte zemra me heq pasaportën, me thënë drejtën. Doti ra shqetësi, unë mora gjermane, unë ndjeva hajt paktën hapi dyert në Europë, por nuk isha i kënaqur që hoqja shqiptare. Kur pas sa kohësh më thoti shokët e lagje, o Florët, ka dalë emri me votu. Ç'a thumë them? Ma ço me foto? Po ma ço me foto. Ja ku e ke këtu, ke Petronini. Edhe unë si zotëni i pavionit, shkoj votoj se jam opozitar i lindur, po kisha me shpresën që kam shkuar çdo herë me votu. Dhe isha i bindur që nuk e kanë heq dhe isha shumë i lumtur për këtë. Thash, shqyr shtet që bën kështu gafash, për mua është e rëndësishme që e kanë pasaportë shqiptare. Sepse thash më dhimbte shumë. Po në fakt kjo është një diçka që në Gjermani i thënë Verjährung, pra nëse shteti ja harron diçka, kjo edhe nuk quhet më në shqip, është më duket se është parashkruhet atë diçka tjetër. Megjithatë, që ta mbaroj. Shkoj, votoj, andej këtej, ngrej zërin për drejtën e votës, etj, vjen 2020 dhe bëjmë padin gjykatën kushtetuese. Dhe në gjykatën kushtetuese, parlamenti shqiptar u mundua të na hiqte poshtë padin, duke thënë ju nuk jeni shqiptar. Pra, që këtu është ofenduese se si trajton shteti shqiptar, sepse ti dallohesh lirisht nga emri Floraçka, e Blet Milaqi,
Jonida Fleur, pra dallohesh Leonard Koja, që është shqiptar, ti mund mos kesh shtetësim fjala bie. Dhe na tha neve na nisi gjithë kartat e identitetit. Dhe unë duke qenë i bindur se isha në rregull, unë vura timën të parën. Unë se do kisha diçka për të fshehur, as se kisha vënë timën të parën, isha fshehur mbas tjerëve, veni ju. E para në atë listë që është dorëzuar në gjykatë kushtetuese është e imja. Dhe këta ç'a bëjnë? Unë isha në Amerikë me punë, ku një moment më lajmëron dikush thotë ore, ç'a kanë bënë, kanë heq pasaportën. Dhe unë ndërkohë edhe këtë harrova. Nga 2016 tash tani po shkoj po kërkoj pasaportën sepse ndodhi kjo parashkrimi, thashun që u harru, e po shkoj po e marr. Dhe i shkoj babit tim të ndjerë në shtëpi, se ka ndryer fatkeqësisht, i them o bab, e mora më në fund. Pra aplikova në drejtoritë të policisë, thash o do më marrin, do më thënë shiko se ka ndodhur diçka që s'ta kemi heq, ose ja ku e ke. Dhe unë lumturova, dhe atë e kisha ende sot e kam të vlefshme deri në 2029, sido që ja bën ato dy vrimat që nuk është më e vlefshme. Dhe ç'a ndodhi? Këta më çojnë atë të presidentës shqiptare dhe aty qëndron numri i protokollit i 2012-s, kur mua më është dashur ai dhe kam bërë kërkesën vetë, por me datë 12/2021, pra kishin luajtur numrat. Dhe unë thash, e marr aty presidentin thonë, kjo është mashtrim thash, sepse për mua do ishte shumë e ndershme, thonë e di zoti Jasha nga drejtoria e gjendjes civile, thonë shiko, shteti shqiptar, shtet Republik Bananesh nuk ka funksionuar mirë, pra nuk ka funksionuar si më thon heqja në president me lajmërimin e gjendjes civile, ne po ta heqim sot. Dhe ti do aplikosh dhe herë. Dhe unë kisha thënë po, krejt në rregull. Por mua jo vetëm që ma hoqën në atë mënyrë, pra me një falsifikim, dhe unë kam përballur atë zotrin që është i gjendjes civile, edhe më tha ore kështu detyrum, kështu e bëra. Sepse ai firmosi një dokument falsifikuar. Dhe unë atë bëra gabim që e bëra publike, sepse fillon këto njerëzit jo çicmice, tani çlidhe ka pasaporta ime të bëhet tem dite në Shqipëri që u bë shumë, me thon drejtën, nuk jam as aq i rëndësishëm dhe as nuk është kjo gjë më e rëndësishme për shqiptarët. Kështu që unë taku të rroqa dhe ndoqa më pas. Pra, që ta përfundoj, ato më sajuan një dokument, sikur ne kisha bërë kërkesën 2021 për ta heq, edhe ma hoqën, po jo vetëm që ma hoqën, po më hoqën nga trashëgimia familjare, pra unë modestisht kam një apartament në plazh dhe një apartament në Tiranë emër tim. Kur doja të riporteria certifikatet e pronësisë, mbilte ore skeja si gjë, pra kjo ishte dashakeqe kjo lëvizje, pra ishte një bllokim, një delete i emrit tim, nuk ishte se fare mirë më thonin o Flor, s'ta kemi heq atëherë gabimisht, po ta heqim tani. Kështu që unë e mora të mirë atë që ma hoqën, edhe riaplikova edhe një herë, me thënë drejtën e duke marrë parasysh që do ma heqin gjermane, pra sa ishte ende ligji i pabërë me gjermane. Të desha të pyesja sinqerisht, me thënë drejtë, ore, kishe frikë të pjesën e pasaportës gjermane? Shiko ma, o Leonard, ti e di vetë kur po patëm, po frikë nuk, po patëm po jetu me frikë, na rrofë që jetojmë pas. Ja, unë e mendova, thash do ta bëj këtë, se sidomos në atë pjesën, atë fazën që isha angazhuar në Shqipëri shumë, më kapi dhe inati pastaj nga mënyra si më bën, sepse në gjykimin tim, nuk kem dhe gabim, po kur të heqin nga trashëgimia familjare, kur të bllokojnë emrin, pra sikur ti je një kriminal në atë, se çfarë mirë thashë herë, ky e ka heq pasaportën, atëherë kemi harruar t'i fshim, po ja fshim tani. Super në rregull, ja dorë se okay, do aplikoj edhe herë. Po kur ta heqin në atë mënyrë, ai është sulm. Po unë kam rastisë që sulmet më japin më shumë forcë. Edhe kështu bëra. Ju futa prapë me procedura, më sorrollat në sa ndej këtej, derisa kur ishte në 2000, nuk e mbaj mend duhet me pa datën, eri mora edhe herë pasaportën shqiptare dhe jam i lumtur në botë. Tani kam edhe gjerman, sepse Gjermania lejoi dyshtetësi, edhe shqiptare. Kështu që kaq është gjithë historia. Tani ata që duan me u kap, kapen nga cila anë ta duan, unë shoh vjetën time dhe s'intereson fare. Unë të jam mirë njohës mi fjalë për të shpjegim, pra thash pa jo se ju nuk e keni dhënë shpjegim dhe keni dhënë sa herë edhe në rrjetet sociale edhe në media tjera, por thash pash atë interesimin dhe thash do drejtoj me fjalë si pyetje. Vjen mirë që e fillove me këtë, sepse ndoshta hoqi një shqetësim një nga këto pyetje, po them unë që tashin Flori, ti je ose me fjalë diasporë për Shqipërinë e lirë, por gjithmonë duke patur parasysh aktivizmin tënd dhe gjithmonë prezant në shumë çka. Dhe tashmë shqiptarët e kanë marrë të drejtën e votës. Dhe si e shikon Florian Açkaj sot qytetarin shqiptar në diasporë, ka marrë pesh me këtë vot dhe si po trajtohet nga Shqipëria diaspora? Patjetër. Një nga arsyet pse ne këtë e morëm si qëllim që kur filluam betejën,
Ndoshta të tregoj vetëm pak, ti ke dëgjuar për diasporën në Shqipërinë Lirë, por vetëm pak se si filloi. Ne Patjetër. lindëm si lëvizje në 17 maj të 2020-s. Natën që u prish teatri kombëtar, unë jam çuar në mëngjes, kam bërë një video që kam vënë në rrjet, që me thënë drejtën po ta shoh sot, më vjen zor sepse jam prekur, më ka dalë lot sepse unë ke ai teatr kombëtar, jam rrit, unë atë lagje jam rrit si fëmijë. Dhe isha një nga ata që e quja veten mbështetës si teatrit. Pra kam fjetur, kam bërë atë turnin aty, sa herë vija shkoja me djalin tim, me mamin, dhe isha shumë vokal sepse më duke një qendresë e bukur qytetare, për asnjë gjë tjetër, pra përveç oligarkisë e pushtetit që do të vjedhë çdo pronë, siç i shohim rëndom, siç po shohim dhe sot në Zvërnet, si po i bëjnë me këto skema, për mua ishte një qendresë e bukur qytetare. Fatkeqësisht, edhe ajo qendresë nuk ishte aq e pastër sa zhdukej, sepse pas shpërbërjes pam që nga një grup që ishte, u bën 3 grupe dhe me faqe Facebooku që shanin njëri tjetrin dhe këtu më vinte keq, por në atë moment ne bëm këtë thirrje. Rastisi që me Bledarin, Milaqin që jemi miq të vjetër që nga koha studimit në Gjermani, ishim një mendje, folëm në telefon, tha me, hajde bëjmë thirrjen, bashkohet kush të doj dhe ne të ngrenim zërin që t'i japim diasporës një zë politik, sepse gjithmonë ka ngelte folkloriko-kulturorja. Që besoj bi dakord me ti me këtë, vinë për ambasada, bëjnë foto, hedhin një valle, Akoma kemi ngel tek ajo shkolla shqip, gjua shqip, shkolla shqip, gjua shqip. Ora ato shqyqy që janë, po ne duke qenë se me 11% të prodhimit brendshëm bruto e mbajnë vetëm remitancat, dhe këtu janë vetëm remitancat që hyn zyrtarisht, se sa hyn kështu që i sjellin në përxhep pra gjëra për familjet të duan të sistem bankar, diskutohet fare. Megjithatë, ne u mblodhëm qindra njerëz nga gjithë vendet e botës. Kemi pas një periudhë fantastike që kishim dhe energji, me thënë të drejtë, unë kisha vetëm një fëmijë, po të them e bënim natën ditë, ishte edhe pandemia, pra punojmë gjatë ditës, natën bëjmë takime, dhe do e përmbyll shkurt, u hapëm me grupe pune. Pra ne thamë një diçka që ne duam bëjmë ndryshe, është që ne të kemi kritikë konstruktive për shtetin shqiptar, pra jo vetëm të shajmë, të mllefosemi, sepse atë e qajnë me shqiptarët, kemi torturatur për atë. Por problemi është që çfryhemi me aq, shajmë, bëjmë hyrë dhe ikim, s'bëjmë asnjë hap konkret. Ne thamë jo, ne do sjellim, nëse kritikojmë diçka nga qeveria, do sjellim dhe zgjidhjen si e mendojmë ne, që është kaluar në grup pune. Dhe bëm punë pafund, grupi shëndetësisë, atëherë kemi doktor Jon Dashun, kemi pas doktor të tjerë që u ngritën, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, dhe mërziteshin kur shteti nuk i bënte gjëra. Sepse thanore, po çka që ka ky shtet? Dhe ne me atë vizionin e drejtimit thamë, shiko, ky është shteti shqiptar. Hajde kapim një gjë që ne mund ta çojmë nga hajat e zhëja. Dhe kjo gjë që jep një peshë më të madhe shqiptarëve jashtë, përveç se si remitancat, është vota e diasporës. Dhe ne kemi punuar që në maj, 17 maj jemi kriju, më duket se në 28 maj, janë Facebook të gjitha, kam bërë për mbledhje, ne kemi çuar letrën e parë parlamentit dhe KQZ-s, që i thamë, shiko, ne duam votën e diasporës. Dhe fillun këto jo po do japim, dhe ne thamë, diçka këtu ka diçka e parë, ne do punojmë në KQZ, pra do jemi konstruktiv, do japim ide tona, do mundohemi. E dyta, do lobojmë me partitë, po do lobojmë edhe jashtë, me gjitha partitë që ta bëjnë. E treta, duhet i kapim diku ligjërisht, sepse ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe në fakt atëherë jemi këshillu, e para ishte zyra e zotit Eduard Halimi që na e bëri pro bono dhe falenderoj publikisht me avokat ka qenë Marash Logu, por jemi këshilluar edhe me zotin Ledi Bianku që është ish gjyqtar në Strasburg. Pra ishte diçka e shumë mirë menduar, sepse ne se si e bëm gjykatën kushtetuese. Dhe fati jon, që nuk e pristin fare, ne ishim përgatitur për Strasburg, nuk e pristin botë që do fitonin, u fitua si çështje, sado që u pranu pjesërisht, sepse ajo jona kishte edhe një padi atëherë, pra ishte jo vetëm cënimi i drejtës votës diasporës, po dhe kemi pas atëherë një rast, kam sa minuta, se unë flas shumë. Jo, kemi minuta sa do mund të jam mirënjohës. Po, shumë faleminderit. Jo, i tregoj me shumë kënaqësi për ata që duan dëgjojnë. Ka pas një në atë periudhë, nuk e di a mban mend, Partia Socialiste përdori pandemin për thënë të gjithë shqiptarët që do vinë nga Greqia të votojnë, që do vinë fizikisht, do duhet njerë të futen karantinë 2 javore. Po, e vërtet. Kjo në gjykimin tonë është shkelje ligji, sepse ti asnjë nuk e ka luksin që kur të vi 3-2 javë në shtëpi herë, pastaj të votoj, pastaj të ikë, se para e kalon ta fati votimit, të votonin dot. E dyta asnjë nuk e ka luksin që të largohet nga 2 javë nga puna apo nga fëmijët e tjerë. Patjetër, sepse s'ka qenë as kohë pushimesh, nuk ka qenë as kohë vere, kohë ngushtë. Po pikërisht, dhe e treta, shteti shqiptar, çdo shtet në botë ka një detyrim sipas konventeve ndërkombëtare që nëse ty si Leonard për një arsye, po them unë larg qof, po marr një rast tjetër, X-i
ka një lloj, është i smur me një pandemi dhe nuk vjen dot në aty në qendër votimi sepse infekton të tjerë. Ti e ke për detyrë, po ta marrësh idealisht, siç është ligji, e ke për detyrë të shkosh në shtëpi, i veshur me ato veshjet mjekësore, ti marrësh votën. Dhe në rastin konkret Shqipëria kishte detyrim ti shkonte diku, po them unë i shesh në Athinë, Ju keni dashur të çoni Zvicrën dhe Gjermaninë në Shqipëri, po nuk e çojmë dot o Flor. O vllai dashur, ne kemi pas një shans të ardhë në 92-shin që ka ardhur ministri i Bavarisë. Që na thanë ne duam ta marrim Shqipërinë si protektoriat në kuptimin e mirë fjalës, pra ta rindërtojmë bashkë. Më besot kishim pranuar ne, s'po më kujtohet termi, kishim pranuar ne ofertën e Gjermanisë atë për të qenë shembulli i on. Ne sot do ishim ku e ku. Ne morëm Greqinë e Italinë, që kështu albumi i Europës. Mos të kthehemi ke 92-shin se sa gabime kemi bërë ne. Po mi më tash me çm dole që jo, mos më keq kupto, por duke patë parasysh që ne kemi dalë si Polonia, si Çekia, si Rumania, si Bullgaria, Slovenia, po gjithë kemi dalë nga vendet ish komuniste, me fjalë me vendet ish komuniste dhe ata janë në Bashkimin Evropian, ne jemi ku jemi. O Leonard, un jam marr 25 vite me alpinizëm dhe un marr gjithmonë këtë shembull, që un nëse nuk do synoja majën, kam pas fatin këtë pasion ta zhvilloj me babin tim, nuk do arrija as kërkun. Ne i vëmë qëllime vetes se ç'duam Zvicrën, të bëhemi sa kjo sa ajo. Jo, mama, pse ti do synosh më të mirën? Patjetër. Do synosh më të mirën që ta arrish diku. Pra, për ta përmbyllur të votës, ne i paditëm për këto dy gjëra dhe ata na e pranon pjesërisht. Pra, i bën temena qeverisë, tanë me që kjo ka kaluar pandemisë, këtë nuk po interesante këtu është që këtë padi e bëri diaspora për Shqipërinë Lirë, një organizatë e vogël sa për krijuar. Partitë opozitare që në Shqipëri as nuk i shkoi mendja ta bënin këtë padi. Megjithatë, ne bëm një padi të kopsitur, që të paktën kjo pjesë e votës diasporës u pranua, u fitua dhe ju dha detyrim shtetit shqiptar që nga postimi në fletoren zyrtare për 12 muaj duhet plotësuar ligji që kjo plotësoj. Shteti shqiptar do vinë te kjo, besoj do kemi kohë, e plotësoj mas një 2 vitesh me shumë presion në ditët e fundit para se të bëj votimin. Që edhe kjo është pjesë e fajt, po e bisedojmë më vonë. Pra kjo për ta përmbyllur atë ne donim të bënim diçka dhe ja arritëm dhe për të jemi shumë krenar. Në fakt ne kemi një mision, kemi disa kështu si qojmë prioritete strategjike të lëvizjes dhe i pari që është zgjedhur në Asamblenë Përgjithshme ka qenë realizimi i votës diasporës. I dyti, që është 2025-2029, ka qenë përfaqësimi i diasporës në parlament dhe pastaj e treta, e katra janë ato që janë gjithkohës që ne jemi në opozitë më të keqen në Shqipëri, të lidhim urat midis Shqipërisë dhe jashtë, sepse ka një tendencë, Leonard, nuk e di prej ardhmjen tënde familjare, po unë vi nga një familje e persekutuar. Dhe jemi rrit me të frymën, domethënë nuk jemi rrit me frymë të keqe, që ti urrejmë ti bëj, por që mos harrojmë. Dhe po ta mendosh, ne kemi pas një diasporë shumë fort në Amerikë që vetëm fal atyre, Amerikë, Gjyp, Rumani, po kryesisht Amerika, ne arritëm merrnin pavarësinë në 1912 me lobimin të Rooseveltit, njërin tjetër. Tani me që me je këtu dhe këtu dua të të bëj një ndërhyrje. Jo, vetëm ta mbyll që thash edhe pushova. Okej, Në komunizëm e ke dëgju diaspora e qyqeve, njëra tjetra që mundoshin ta shanin diasporën dhe e prishën urën midis shqiptarëve brenda dhe shqiptarëve jashtë dhe e ndaluan më njerëzit i ndan për zgjallje. Dhe pikërisht këtë gjë po mundohen të bëjnë sot. Po do dalim te kjo, duke ulur vlerat, duke i trajtuar keq, duke i trajtuar me militantizëm, gjëra të tilla, por kemi kohë besoj. Kaq po e mbyll si fillim. Jo, shiko, do ta them edhe për dëgjuesin, fjalën vetë jam nga Marcia Mallë origjinë, unë rrjedh nga një familje që ka patur gjyshin e babit dëshmor në ngritjen e flamurit të 911-s, në Kalane e Deçiçit në atë kohë. Para 912-s, që sa njofti Austro-Hungaria në atë kohë, me fjalë, okay, mos i hym këtyre historive. Kalane e Deçiçit, Po unë jam podgoriçan nga ana ime, që ta dish se që kemi nga i zonë. Nga të gjyshi. Dhe gjyshja ime ka qenë shqiptare, Malit Zida e ka qënduar 43 vite pa takuar askën të familjes vet dhe vetëm pas 90-s ka patur mundësi të shkojë të vizitoj njerëzit e vet edhe pse prindër e shumë kush i kishin vdekur. Pra, vi nga një familje thjeshtë, desha të thosha. Flori, shiko, pra më lejo të them kështu Flori shumë miqësisht. Duke patur parasysh që edhe ti e ceke që 2025-2029 thatë që diaspora do të ketë përfaqësi të vete në parlament. Më thënë të drejtën, unë shpesh herë edhe në emisionet e mia
e ngre madje ngre dhe fuqishëm me të ftuar të ndryshëm, them kemi ngel duke thënë si s'po ndron Shqipëria, si s'po bëhet Shqipëria. Ora në fundit kush do shkojnë protestë atje të shkoj babi im 77 vjeç. Pra nëse ne themi kanë ikë 1,5 milion shqiptarë, mos më shumë, kush do jetë atje. Dhe unë vazhdimisht e ngre si kaos. Them, mora, ai ka koha diasporës, si asaj diasporës të rilinjës të 912-ës, që solli pamarrësinë. Mora, a duhet diaspora të faktorizohet, të marrë vetë fatet e kombit në dorë, sepse nuk është mosha Leonardit e Florianit. Problemi është i fëmijëve, i rinisë që po rriten këtu. Se si këta duhet të afrohen tek vendlindja e tyre. Sepse hajde më të ikim të gjithë në Florë, hajde gjithë të lëshojmë, për varret e gjysheve të prindve tanë ku do i lëmë, sa ato si marrim dot. Pra, tani ta kthej pa bërë kështu me këto folklorizmat, por të të bëj pyetje direkte. E ka menduar Florian Açka apo diaspora për Shqipërinë e lirë, si të faktorizohet diaspora, si të kthehet diaspora në lëvizje politike, si diaspora mund të ketë përfaqësuesit e vet në parlament, mund të jetë e mundshme që të ketë një kod zgjedhor që diaspora të ketë votim mazhoritar, pra mos unë të votojnë Marsit Malle, mos Flori në Tiranë, mos të jetë në Tiranë, por të ketë diaspora 4 vet, 5 vet, 3, ku diun, që të votojnë brenda vetes. Ndoshta zgjata pak shumë. Jo, më bëre pyetje shumë të rëndësishme, por që nuk kam përgjigje të kaos shpejtë. që unë përpiqem ta ngrej me çdo kënd të ftuar që merr vesh pak nga politika, si e thon. Të lutem, më lejo të shpjegoj. Patjetër. Më ndalo. Tani ka diçka. Sot gjysma e popullsisë, po që të mbaroj atë një herë me njerëzit që janë jashtë, kishte dalë një studim para 3 javësh, 2 javësh, që shqiptarët e brezit tret po i shkëpusin fare lidhjet me Shqipërinë, fatkeqësisht. Dhe kjo është për të vënë kujën, dhe kjo është diçka për cilën ne të diasporë Shqipërinë lirë jemi krenarë sepse kemi kap pikërisht këto të rinj që janë të ingranuar në jetët, të integruar shumë mirë në vendet ku jetojmë, pozicione shumë mira dhe zgjedhim të japim pak kohë vendit tyre, qoftë në për grupet e punës, qoftë duke ngritur zërin me protesta, qoftë me lobim me njërin me tjetrën. Pra, ajo duhet gjetur një mënyrë urgjente që këta të ribëhen pjesë e Shqipërisë dhe mos ta humbin lidhjet. Absolutisht. Tani, tek pjesa e asajt, ajo që ti përmende me 4-5 vende në parlament, fatkeqësisht në gjykimin tim dhe të lëvizjes deri më sot është antikushtetuese, sepse në kushtetuesën shqiptare thotë që çdo shqiptar që është 18 vjeç ka të drejtën të votojë dhe të votohet. Dhe thotë çdo shqiptar, nuk thotë një shqiptar që jeton jashtë, ka më pak vlerë apo një tjetër. Pra do binte pesha e votës nëse ne do thonim 4 vende jepen diasporë, sepse ka Italia për shembull vende për diasporë, po i ka për italianat e Argentinës. Si të kishim ne për arbëreshët, po them një vend arbëreshët për shqiptarët e Izmirit që ke 800.000 shqiptarë në Izmir, që të kishim simbolikisht. Ne si jemi ashtu, ne para jemi diasporë e re, jemi të ikur në këto 34 vite, dhe e dyta jemi gati gjysma popullsisë. Domethënë, kjo nuk shkon fare. Megjithatë duhet gjetur një mënyrë se si. Tani unë gjithë them këtë që ne si kryesi e diasporës Shqipërinë Lirë, kryesi aktuale, kemi marrë vendimin që do bëhemi parti politike. Pra, është marrë si vendim. Tani nga e thëna në të bërë, i thon një mal i tërë, thoshte Indieri i Mat, dhe kjo është realisht që i thon një mal i tërë. Përderisa ju pëlqen alpinizmi, ju për të kaluar male jeni, qeni për tjetër, se alpinizëm fush nuk bëhet. Po ne Shqipërinë na kanë bën malo Leonard, me kaq vërtetësi sa ka Shqipëria na kanë bën mal, me thon drejtën. Kur them ne, jo vetëm unë, po gjithë. Me vërtetësi që ka. Tani ka diçka, Shqipëria ka nevojë jetike për zëra të rinj nga diaspora që angazhohen. Por, pse thash është një mal i tërë kur thua do e bëjmë edhe hajta bëjmë. Por duan në radh parë, duan njerëz që janë gati ta lejnë vendin ku janë, t'i lejnë fëmijët e vegjël, ta lejnë familjen, t'i lejnë detyrimet dhe të shkojnë. Unë nuk e di si janë të tjerë, ka shumë që e kanë luksin të jenë milioner, unë jam njeri i thjeshtë. Kam punë goxha të mirë, të arrir pra pozicion drejtues, po jam njeri i thjeshtë sepse 15 vite kam në Zvicër, se pjesa studentore nuk quhet, sepse nuk është pjesë që mund të vesh diçka më njanë. Kështu që asnjë nga ne nuk e ka luksin dhe shqiptarët kanë dhënë përfshi antarë të televizit, që fillonin që 2021 që i du fort gjithë, shkojmë bëjmë parti. I thashëm, "Ok, hajde bëjmë. Kush vjen 6 muaj, të mbledhin firmat, bëjmë fushat, bëjmë mirë. Ja, po unë s'vi dot, jo po të vi tjetri, po prit se po serdhëm ne. Kush do e bëj? Pra ne po themi, i thon një mal i tërë sepse gjëra duan aksione nga pas. Le pastaj ana financiare.
Po besoj se edhe me anën financiare njerëzit të paktën anëtarë vetë janë në gjendje të vënë diçka që të bëhet një projekt i madh politik, por ku ke parasysh me çfarë lufton me miliardat e krimit, e parat e drogës, që i pandet e vota diasporës e njëra tjetrën, është betejë shumë e madhe dhe duhet menduar mirë. Por unë gjykoj që duhet luftojmë për ta bërë diasporën të ketë përfaqësinë e vet. Tashi mund të ketë dhe mënyra, për shembull që partitë të vënë kuota, thonë shikon, ne do kemi nga 50 deputet, 10 të shkuota do jenë nga diaspora, por dhe pastaj po ja le partive ndorë, ata do sillen ata militantët e vet. Unë shikoj diasporën me atë sloganin e Ramës dikur për të së majtës dhe së djathtës. Pra, diaspora duhet të jetë, mendoj unë, me fjalë, gjithmonë them mendimin tim, ose përpiqem të provokoj dhe të ftuarin, për fjalë flasën në emisionet e tjera. Nuk e kam thjesht me ju, kemi pas ke lëvizje e njerëz, sa do enverist të jesh në Shqipëri, sikur enverist jetë në Shqipëri, kur vjen e jeton në Zvicër, në Gjermani, është kapitalist. A kupton? Pra, problemi është diaspora, me duket se funksionohet ose është infektuar keqas, sepse në diasporë ti ke më shumë njohje, më shumë eksperiencë, edhe këtu filloj me katromi jo Rama, jo Berisha, jo ai, jo ky. A kupton? Dhe problemi është që ne duhet të shtrohemi pak ndryshe, se sikur theti brezi i tretë që është shkëputur. Po pra, a kupton? Sepse ne kemi brezin e tretë, unë po them thjesht, kam vajzën time, 21 vjeç. Në universitet, krejt okej. Faleminderit. Por problemi, po marr shembull, fëmijët tim po që kemi të gjithë, dhe problemi është se si ne këtë fond njerëzor, intelektual, a kupton, të afrojmë tek Shqipëria, sepse ne duhet t'ju shmangemi këtyre debateve Rama Berisha këtu në Gjermani e në Zvicër. Po duhet të jetë fare debati, duhet të jetë fare Rama Berisha, debati duhet të jetë Zahri, duhet të jetë të fokusohemi te ç'a mund të zgjidhim, ç'a shkon keq e si mund ta zgjidhim. Po ngelem ne te kulti i njishit, kemi mbaruar për jetë vetëm. Kemi në shqiptar atë. Kështu po duket për momentin, madje edhe unë televizja mbas mandatit dytë tash nuk pranoj një mandat tjetër, sepse dua të jap shembullin që ta marrë dikush tjetër, pra ngritëm, bëm diçka të mirë, i tham pse hoqet dorë antar televizës. Por nuk hoqa dorë tash, po dua të jap shembullin kështu. Flora, po nuk duam kështu demokraci shqiptarët, duhet të tregosh që i fort. Po i thash, ndryshe ti je i fort, ndryshe ti je i dhunshëm. I fortë është, hajde bëhemi, pra forca jonë është forca grupit. Dhe ne këtë duhet të bëjmë. Por fatkeqësisht nëpërmjet mediave, nëpërmjet përçarjeve që sjell qeveria, nëpërmjet militantizmit të cilit i mshon opozita, dhe përmend me qëllim të militantizmit, se është ndryshe të kesh tifoz, është ndryshe të kesh njerëz që mbështesin strategjinë tënde. Dhe këtu janë dhe njerëz të tjerë që nuk duan më atë që është pushtet, se thonë ka bërë balt, po ne duam mundësi të tjera. Prandaj bëje mirë, bëje vetësh kjo. Nëse do gjejmë fuqi të bëjmë diçka të mirë përpara, do ta çojmë, duhet gjetë mënyra, a do kthehet partia, do të jenë kuota partish, a do jetë një koalicion qeveritar, apo dhe s'do jetë gjë fare, sepse jeta nuk e dim si po na vjen, por doja të thoya këtë të rëndësishme se ti thret për te Ramës e Berishës. Ora është e thjesht fare më bru, unë gjithë aktivizmin tim politik e kam filluar në 2017, kur fatkeqësisht babai më ndroi jetë në Vjenë me kancer mërqie. Dhe në Shqipëri e trajtonin për ulçër. Dhe më këtu domethënë mu përmbys gjithë bota dhe thash si ka mundësi ku ka përfunduar mjekësia në Shqipëri që ta shohim mjekun vjen sa e pa te barku, thore po ky s'ka mërqi në rregull, sa i është fry. Ne kujtojmë se është nosh babi që ka qenë sportist gjithë jetën. Në Shqipëri e kuronin për ulçër. Po bëhet dhe më e keqe situata, pse merrti dëshira për t'u angazhuar? Sepse ky është një spital privat në cilin ne sado që unë jetoj në Zvicër, sado që babi ka punuar gjithë jetën në bankë botërore, pra ka qenë nivele shumë të larta, mezi ja dolëm ta pagojmë. Model ky mjeku kryesor, kur dolëm dhe thotë ore, gjithë deputetët shqiptar këtu kurohen. Po i thashun si ka mundësi që kurohen deputetët, se ishte edhe koha kur ishte 1 milion e ca rrogën, se tani kanë bërë 3000 e ca dhe mund të justifikosh. Dhe më këtu m'plasi shpirti sepse jam njeri që të mirën e Shqipërisë e shoh tek ai më i varfrit. Te halli aty të varfrit, nuk e shoh unë te halli se unë Tiranë jetoj mes Tiranës, jetoj mu ke liçeni artificial tek Petronini nga mrapa, pra e kam të fat, po mua m'vin se ata të tjerë nëpër zona kur kaloj që them ku jemi thusin xhungël, apo që duhet bëjmë, thash kur ne që jetoj jashtë, babi me ato mundësitë e veta, mezia dolëm ta trajtojmë këtu, si ja bën njerëz të thjeshtë. Dhe këtu çdo kush do t'i bëj pyetjen vetes, pra do merrem me Ramën e Berishën apo do merrem me diçka ç'është më e mirë, sepse të gjithë kemi çu prindët nëpër spitale në Shqipëri. Gjithë kemi pa
çfarë kushtesh janë, sa duhet paguash në shumicën e rasteve, se ka dhe mjek shumë human dhe unë kam Ore, vetë gati. më falë, shiko, kemi mjek aty në familje, po. unë kam prindrit e mi, falë zotit i kam gjallë të dy akoma, dhe janë me dokumenta italiane, me karsogjorë italiane, edhe një paracetamol ata duan ta marrin që këtej me fjalë. E sheh pra, e ke bëj cirkti që ti bësh dokumenta italiane, që ata keni mundësi, po e sheh pra, po këtë duhet pyesi çdo shqiptar që merret me Ramën e Berishën, duhet pyesi ku është gjendja, si ka qenë dhe si mund bëhet më mirë. Kështu që kjo e heq fare të djathet majt, se para në Shqipëri s'ka djathet majt fare herë. Me thënë drejtën, e djatha sillet më shumë si e majt, po ta marrësh nga ideologjia, dhe e majta sillet më shumë si e djathtë me këto PPP-të me këto gjëra. Kështu që ne jemi, por prap një bosht kurizor duhet ta kemi politik, mendoj unë. Dhe unë personalisht jam krenar që e quaj veten të djathtë, qoftë nga perardhë familjare, po nga ato që u shoh, që jam për kombin, për adeun, për biznesin, pra për gjëra që japin mundësi të njeriu të jetë vetvetja dhe të Ju jeni për vlera konservatore. Po, se këtu më solle i pikë, mëse e kam shumë për zemër. Shoh ca nga këta konservatorët e ri që dalin flasin gjithë zell. Ore, vlerat konservatore nuk fliten, more, jetohen. Apo e kam gabim, nuk mund dalim një 20 vjeçar me buzët me qumësh, që rrezik s'ka punu njerë, s'ka marrë studimin, s'ka rritë fëmijë, s'është kujdesën për prindët, ta i thotë vlera konservatore, se kjo, se ajo, edhe kjo është qesharake, Shqipëri megjithatë, le t'i japin gjithë me mundësinë të jem vetvetja, por që po, unë jetoj ato vlera ashtu siç i mendoj, por nga ana tjetër jam edhe shumë social, pra kudo që kam mundësi ndihmoj dhe këtu më lejo të sjell një pikë që ne e morëm te pjesa e shëndetit që the ti. Pra unë u desh ta çoj babin e ndjer në Vjenë. Ti ke regjistruar në Itali që sa kanë diçka shkojnë atje. Sa GoFundMe ke pa në internet vitet e fundit me fëmijë të smur. Dhe ç'a ndodhi tash? U mblodhën disa djem të rinj dhe të reja nga Korça, që janë mrekullueshëm, aktivistë, pra jemi njohur duke mbjellë ca pemë. Bën një thirrje ato do mbjellin ca pemë filan vend, mblodha ca miq, dam aq sa mund që u mbollën ca pemë. Këto kanë bërë një thirrje quhet Nisma për fëmijët, dhe i ftoj dhe gjithë ata që dëgjojnë të futen në Facebook ta shohin. Po mbledhin 20.000 firma për të futur një ligj në parlament, po për të pasur një lloj peshe qytetare që thonë shteti shqiptar duhet ta ketë për detyrë të reagojë shumë më shpejt dhe të merret me gjithë këto raste që për fajin e shtetit shqiptar nuk e dot kurimin në Shqipëri. Shpun ka fëmija me tuba në hundë dhe ngoj të nxirret në internet. E kupton sa e prek dignitetin e minimumit prindërve ajo. Është qesharake, kështu që ka nisma të tilla dhe për këto duhet të rreshtim kurse të ndihmojmë njëri tjetrin. Me fjalë, madje më sollë ndërmendje diçka tjetër që sinqerisht shpeshherë unë edhe në shkrimet e mia në Facebook apo kudo që më jepet mundësia nga më të madhe, gjitha këto shoqatat pseudo-humanitare, apo këta njerëz individ që e quajnë veten humanitar dhe shkojnë dhe i bëjnë foto fëmijës me qese ushqime, apo me i lodër, apo me i diçka dhe merr e publikon direkt në media, në televizion, në YouTube, kudo, edhe na mendojnë që këta fëmijë do rriten nesër se si unë për këmbët digniteti, integriteti këtyre etj. Okej, Flori, shiko, a mendon për fjalë ju tha që e keni menduar që kjo të kalohet në një lëvizje politike. Por me sa kam patë mundësi të ndjek se ti e ke parasysh që ne që jetojmë jashtë edhe nuk është se kemi shumë kohë të ndjekim çdo media apo çdo lëvizje atje, por me sa kam parë ju jeni angazhuar dhe të ky forumi i dialogut politik. Me Malasimen dhe pse më kujtohet emri tjetër. Po ja Redi Ramaj, Ektor Ruci, janë të tjerë. Por profesor Ermalin i përshëndes sepse kam pasur edhe atë në një emision, me fjalë dhe përshëndes. Por të doja tani për çfarë është ky forum i dialogu politik? Çfarë bën ky forum tani? Sepse më thonë të drejtë kur kam dëgjuar për herë të parë, po ta them shprehimisht në jargon, kam thënë, pas nevojë politika edhe për pleqët e Katundit, me fjalë se më duk si kështu si ndërmjetje pleqëri. Pra, çfarë, a mos po e përdorni si trampolin këtë forum fshatrat akoma me krye pleq drejtoren, që ta dish, kështu që është realitet Shqipëri. Dhe nga herë kryeplagu është 30 vjeç, nuk kanë lidhje as me moshën. Absolutisht. Shiko, o Leonard, me thënë të drejtën, unë me Ermalin nuk njihemi shumë personalisht, jemi njohur nga larg. Nuk e kam problemin tek individi, problemi është. Jo, më thoni shpjegoj çik më gjatë burr, se shkollaj më ra shkurt, po. Ti shpjegoj çik më gjatë, se ngjatë më bukur.
Gjip gaz. Jemi këshilluar ke pjesa e votës diasporës atëherë me disa nisma protesta, çfarë më bëjnë që ai kishte ide, unë e fus tek ata intelektualë që ja vlen të dëgjohet mendimi. Edhe krijuam këtë. Kur doli dhe pastaj në tetor që emri i tij, emri im, emri i Edlirës u përmend si kandidat mundshëm për Bashkinë e Tiranës, ne patëm një simpatik shumë nga larg, si më thon kur u desh një figurë përbashkuese. Po çfarë që u mbështetëm, unë thash atëherë po dali Ermali, unë dhe jemi parë që do të mbështet, s'ka nevojë fare të mund. Njëjtën gjë tha ai. Pra, çfarë bëri kjo? Kjo tregoi që Shqipëria ka nevojë urgjente për figura për te partive, sepse partit kanë ato militantët e vetë në xhep që janë njerëz të nderuar, por që verbërisht shohin atë parti dhe nuk intereson si gjë tjetër. Kupto? Dhe ajo në atë kohë impakti që pajte njerëz, u sa mirë që dolën edhe Flor Bina atë që mori goxha mbështetje, tregon që njerëzit duan ndryshim. Dhe neve e mira jonë që ne kemi jetët tona që i kemi ndërtuar me djerës, pra nuk u bëja gjë, shumë mirë, më vazhdoj të përqendrohem më shumë mirë te jeta ime. Më thënë të drejtën, ajo pjesa atyre zgjedhjeve lokale të pjeshme më duk si një lojë ose si një bojkot i bashkë si 2019-s, po një bojkot i moderuar politik në fakt. Është e qartë fare më burr, po mua si qytetar kur më thritet emri, për vendin, unë kam për detyrë se jam gati të vinte mua me një strategji dhe këtë kam thënë sa qendrova. Pra, që të vi prapë te forumi politik. Unë njoh me Ermalin dhe para disa muajsh më mori sa Flor, kemi bërë kaq veta, 3-4 veta. Dojmë që të jesh ti te ky forum nismëtar, duam bëjmë këtë gjë. I tha shiko, mu që kur më kalin vajza dhe që kur arritëm atë që dojmë të arrijmë, votë diasporës, unë jam përhequr dhe po fokusohem pak të rimarr veten nga ana shtetit, sepse 5 vite net pa gjumë, udhime, lart e poshtë, njëra, përballje politike, sulme, të lodhin, me thënë drejtën, është mbi konsumim, dhe mora këtë periudhën, kështu i thash unë do jem periferik, pra do mundohem të ndihmoj, por nuk jam, si më thënë, infodog, nuk jam i pari unë që dalt merr me këtë punë, jeni ju që jeni aty në Shqipëri, do ndihmoj. Dhe unë mendoj që duhet ajo, pra ti ke një opozitë që del Shehaj, Lapaj, Berisha, njëri tjetri dalin dhe vetëm nxjerrin punja gjëra për një tjetër. Kemi opozitë, Flor? Po ti je opozitë me këtë radion që bën. Për shembull, kemi opozitë. Po jo, opozita qytetare, se kjo është e keqja që vjen në plas, se bën sikur opozitën e kanë me tapi. A vashmë se opozitë do të ngresh zërin ndaj të keqes me mënyrën tënde. Po këtë pra se kemi. Po flasim për opozitën politike, pra këtë se kemi. Politikën se kemi, pra. Politikën se kemi, po kemi qytetaren. Hajde ta forcojmë këtë. Hajde të krijojmë mundësi që kjo opozitë qytetare të ngrihet me vaksinën kjo frym Flor. O Flori, shiko, kjo frym Flori sepse e dhimbshmja dhe trishtuesja nuk është ku është Shqipëria sot. E dhimbshmja dhe trishtueshmja është venitur shpresa, është vdekur fryma, është mpakur fryma. Kjo si do ngjallet. Sepse po ngjall kjo, Shqipëria rregullohet. Leonard, me thënë drejtën s'kam përgjigje të këtë. Unë di të them ç'a bëj vetë. Kur shoh diçka që nuk shkon. Në mendim dhe opinion japim, ma kupton, po. Ulem, jo vetëm opinione, jo. Ne ngrem zërin, ti me radion, pra i vën një fytyrë, një ngritje zëri, pra ti po lufton në bazë të parë. Unë ulem, bëj një shkresë, janë gjithë institucione ndërkombëtare, janë e zeza në të bardhë ngelet, janë institucione shqiptare, pra të gjitha këto, kjo është betej shkresa që duhet të bërë. Dikush tjetër, unë dalë edhe në protestë, sa jam Shqipëri shkoj të bashkojnë protesta, kudo që ka pas. Pra, se cili nuk duhet të rreshtim së ngritur i zërin dhe duhet të lejmë të kalojnë këto lumrat që rrin para Facebookut dhe vetëm shkruajnë budallalliqe dhe nuk kanë bërë një punë në jetën e vet. Nuk kanë bërë një punë në jetën e vet ose kujtojnë se duke sharën Facebook Florin, Leonardin, po dhe Ramën, kujtojnë se kryejnë punën e vet. Në fakt, Gent Seko është një djalë që unë e du fort, besoj e njerë nga rjetet. Kam pas një bisedë me Gentin, shkoj deri diku në gati e debat, se i thash o Gent, po mos shfryje njerëz i thash kur shajnë Facebook qeverin, mos është një lloj shfryrje e mbllefit, që është kjo bota e sotme që ti e shkruan aty. Po pse ta çat bëjmë, mos themi se gjë, ju më thashën shumë mirë e keti, se ti je shumë i goditur me ato që shkruan, dhe unë të vlerësoj, i shpërndaj shpesh, jemi miq, po thash në përgjithësi, po bëjmë debat. Dhe ai kaloi në pozicion mbrojtës, se tha, ore, pse çat bëjmë? Thash ke të drejtë, ti vazhdoj atë tënde, unë vazhdoj timen, Leonardit vetën, tjetrit vetën, por
Një lloj shfryrje është. Shiko, unë shpeshherë i bëj pyetje vetes sepse unë njeh edhe psikologjinë dhe shpeshherë i bëj pyetje vetes, mendoj se edhe kjo lloj për ta dërguar popullin, kjo lloj shfryrje, kjo mendoj se është një projekcion. Sepse shfryn vetëm, ti vetëm, tjetri vetëm, a kupton? Ora problemi është sepse nuk jemi më faktor, jemi çaktivizuar, me fjalë jemi të vetmuar. Problemi se si do bashkohet ka njerëz të flokë. Shiko, është jashtëmase vështirë, por nuk duhet me heq dorë. Sepse un po prap marr shembullin Fanolit se e du shumë atë periudhë. Të lexosh të librin Apostulli, të hikën truri me diasporën shqiptare. Pra ato njerëz, mo Mjal Grameno, mo çatë mu Fanoli, Konica, Motra Qiriazi, që ne i kemi pas si idhuj që këta janë bërë bashkë. O ti nuk e ke idenë çfarë lufte kanë bërë me njëri tjetrin. Dhe jo luftë Facebooku që më shave sot, shava mas 1 minutë. Ta shkruan në gazetën. Uleshin 1 javë dhe kaq të keq që kishim mlefin sa uleshin 1 javë. E zëm, më shaje ti më sot ose çaja unë ty sot, ti javës tjetër i lodha. Si bitë mlefin 1 javë. Po prit se kush më keqja, ti shkruaj me plumb, bam e bëj gazetën. Dhe një të diel që kishin shqiptarë të shkret, që ende si ishim shtetë, ishim ende se dinin e do ktheshin, ishim Prandoria Osmane, Greqi, njërën tjetër, uleshin te kafja ku dilte Bledi, po themun që lexonte gazetën, dhe dëgjonin të sharat e këtyre për një tjetrin, që ata i kishin si idhuj, thonin këta janë kokat e popullit, por prap në fund arritën të bëhen bashkë për çështje madhore. Se këtu doja dile, prandaj dhe ne duhet të dim të bëhemi bashkë për çështje madhore. Duhet të dim është i trampolin ky forumi i dialogut politik? Trampolin për çfarë? Për të qenë pak më ndryshe. Ore, unë flas për veten tim, unë s'kam nevojë, unë flas për veten tim, s'kam nevojë për atë trampolin. Si Flor, nëse du ta bëj diçka, i futem e bëj vet, grupin e kam, forcën e grupit e kam, njerëz që na mbështesin kemi e bëjmë vet. Kjo është një tentativë për këtë opozitë të mbaruar që kemi sot, që është sinqerisht për të ardhur në çfarë gjendje është dhe që të ngrinë edhe shumë dyshime sa e pastër është. Unë bileson të flasësh për Ramën në shkollë humbur, për Ramën e dim gjithë, por problemi se jo thjesht më shqetëson, më trishton fakti se s'kemi opozitë. Ka qenë kur bë lëvizja në fillim, kishim njerëz të thash, u bën dhe shumë antar që ishin të majtër, ishin të mdhefosur me gjën në Shqipëri, thonë dhe kur ne flisnim kundra Ramës, na thonë po pse flisni kundra Berishës ose kundra APD-s. I thonë ne po logjika ime qytetarë ka qenë ore, ty kur dëm dhëmbit e ke qenë dentist para 1 muaji, nuk shat dentistin e para 4 vjetëve. Shak të dentistin tani ose shkoj këtij thuaj më rregullo. Dhe i bënim kështu, i largonin njerëzit nga ajo, nuk mund të merrem me këta që janë në opozitë. Por faktikisht janë pjesë e madhe e fajit. Me gjërat që ne po shohim, me makinacionet që kanë aty brenda. Faktikisht janë pjesë shumë e madhe e fajit, sepse ti kur i vret shpresën edhe opozitarit, ai thotë as merren fare, po ja kërcas pikë dhe në Gjermani, në Itali, dikur po fillon nga fillimi. Prandaj tash ka opozitë qytetare dhe opozitë politike. Do të bëj një pyetje drejt për drejt, por dua edhe një mendim tënd deri diku personal. Çfarë revolton më së tepër Florian Haçkaj në Shqipëri? Që u bën që ju revoltoheni? Më revolton heqja dorë e shqiptarëve. Heqja dorë në kuptimin që ore i ndodh diçka ose i ndodh komshiut, i ndodhi komshiut pak të ndodhi mua. Dhe kjo po ndodh rëndom sot. Kjo më vret totalisht shpresën, po prap çojmë gjesh shpresë vetja jote. Sikur ti vetëm thjesht vazhdo lufto për drejtën. Ke e kupton ti që ndodh ajo, sa më pëlqen këta njerëzit pozitiv, këta njerëzit që din të jenë ambicioz. Leonard, po jeta është e bukur dhe Shqipëria është e jona, o vlla. Nuk kjo më vret. Shqipëria është e jona, nuk mund të bëhet. Unë shkoj në Imar, se kam një apartament atje, edhe zihem me bashortën time, se më thotë po më thaj ditë, nuk ndihesh si zevzekta, kur sa vjen këtu, merr policin, bën gjëra. Po i thash ai ka zën plazhin publik, mor. Ka hedh beton plazh publik. Unë nuk mund të rritem në plazh, po ta them sinqerisht. Jo, më thotë drejtën zevzek bash duke parë gjithë atë. Jo, po çfarë bën njerëzit? I them ai ka zën plazh publik. Unë e shoh, tri pa fol. Unë do bëj atë time si qytetar, do i them hajde çik këtu. Se më tha dhe njoni para i video, tha na zum plazhin aty, tha, që bënim ne luajm volejboll, tha e zum kështu. Po i thash po jeni 20 çuna, valla, nuk i shohni dot i thoni shty çik këto kultuçet këtej.
Po jo da qa, do zije me grushta, po edhe do zijesh e burë, se, po s'ke pse zijesh, të shko me policin. Jo, dha, policin se marta, se jam spion, pra këtu kështë seder të spion viku, po që ai tërë ja vjet para syve pronën e përbashkët. Ne ja fusim edhe kot me të pjesën spion. Po jo, e kuptove çfarë po them? Jo, kuptoj. Ti po e lajmëron ke autoritetet. Ai autoriteti ka për detyrë të reagojë. Unë të kuptoj shumë drejt ty, por po flas ne pjesa më e madhe jetojmë jashtë. Në Gjermaniti nuk shikon policia as sekundi, po i gjë po ndolli mbi nga toka ja. Kupton, pra, edhe më ka thënë një mik i imi që është komandant policie shqiptar, edhe më tha shprehje shumë bukur. Ora Leonard tha, aty policia është banori. Nuk jam unë. Po. Është banori i policë. Pra, shefa i gjë keq aty të lajmëron atje dhe vesh vinë ata këtu. Pra, kjo çështja e spionit ne ja fusim kot, abuzojmë pa lidhje. Krenari koti më burr, krenari koti. Kupton, sepse unë jam spion për të mbrojtur veten, për të mbrojtur Ore hiqe fare fjalën spion, më unë po lajmëroj një cënim të pronës publike. Që mua më prek, në rastin unë në një himar se them edhe këtë dhe e mbylla me këto, por që më tha nushë e Zevzek, thashun po, ndihem pak, jam pak i lodhur nga kjo, por nuk po i tot ndryshe. Do ngrej gjithmonë zërin ndaj padrejtësive. Rasti se kam një rrugë aty, nuk e shtëpia Govanoj, që kishte kaq vite që ishte ndërtu dhe u vu aty, vite në verë, si përfundim, mbas shkrese me bashkinë, arritën ta shtrojnë me asfalt. Shumë faleminderit, u gëzova. Edhe i them një miku tim atje, ore ra shi, thashun, shifni herë, a është bë mirë apo është bë me gropa. Filloi të më thonë, po kur vim në Enver s'ka shi, po çfarë po thuaj, thashun, po them a ka gropa. Shikota se kur ta falin diçka, tha, nuk i thuhet, po nuk na e falen më zotëri, thash, është me taksa tona është bërë rrugë, se si kanë nxjerr nga xhepi. Ne të veriut themi gomarit falur nuk i shahën dhëmbët, kupton, kështu që. Po mirë, po kjo s'është e falur gomari, po edhe ne themi kjo është. Po e kupton se kur jemi në 2026 akoma kënaqemi me 500 metra asfalt. Pikërisht pra, kështu që unë ti dhe gjithë ata që na dëgjojnë që janë ndryshe, hajde të ngrejmë zërin kundra këtyre gjërave. Ata pasaj që dëgjojnë gjëra dhe duan ku të kapën me budalliqe, ata janë pjesë e asaj vrasjes në Shqipëri, kur dalin njerëz të ri që duan të ngrejnë zërin, të bëjnë njërin tjetrin, dhe i mundojnë të ngjejnë cene dhe ça nuk shpifin. Unë nuk e kuptoj një herë më Leonard, si mund të zgjohesh në mëngjes? Ka fal Zoti, je me durë me këmbë, mund të dëgjosh, mund të marrësh frym, mund të hecësh dhe të zgjedhësh të jesh i keq, nuk e kuptoj këtë gjë. Nuk e di çfarë mbledhi kanë, ça hajnë e ça smundje kanë brenda, sepse shkenca ka vërtetuar që sa më shumë inatë të kesh brenda, aq më keq të shkon jetë. Shiko, këto gjëra në shqiptarët i kemi patur vazhdimisht historikisht duket problem, ne na kanë ndjek hap step by step nga historia dhe gjitha këto. Që Flori, unë sa kam patur mundësi edhe të ndjek edhe në rrjetet sociale, shpeshherë keni ngrit zërin për shumë probleme, për shumë çka në Shqipëri, por dua të më thuash diçka për Rjollin, për që është në Shkodër, për Zvërnecin apo për Sazanin në Vlorë, në Artën atje, pra, o Flor, tash ne flasim e themi po bëjmë tonën. Unë them që unë te kam krijuar gati bindje që ne na ka humb fryma rebele. Thënë të drejtën do dosha të rebelohej njërë kjo shoqëri. Pra, të kuptohemi drejt, jo rebelim qoftë larg 97, por të rebelohet për drejtat e veta. Sepse gjithë flasim aty në Facebook, pra kanë gjetë mënyrën se si të na çojnë drejt një shfryrje private, por mos kemi shfryrje kolektive. Pikërisht, pra dhe këtu unë zoja me sjellë që parë se thash po kalojnë nga tema në temë, po unë këto tema i kam shumë për zemër. Tani, që kur është bërë ligji i maleve, paketa maleve është mashëllim sepse kjo po shkon në Bregdet. Dhe ti nuk mund të qysh Kodrën 20 metra afër Bregut ta qysh mal. Megjithatë këto janë bëra me plan, nuk kemi probleme dhe më të nda Shqipëri. Por ka diçka më tani në Zvërnec. Çfarë bëm ne si lëvizje? Bëm një shkresë shumë të fortë dhe ja quam 50 institucione ndërkombëtare. E zeza në të bardhë, ja quam dhe kryeministrisë, edhe ministrive gjërë, pa fillohet me këto një herë, dhe i çohet për dieni gjitha këtyre, sepse ne po flasim për kapitujt e BE-s që duhet hapi Shqipëria, dhe kapitulli të 7 është pikërisht mbrojtja e ambientit e njërën tjetrën, dhe aty po shkelet në ditën me diell, po prishet një nga zonat më të bukura që me thënë drejtën për turp e faqe zezë, unë s'kam qenë një herë,
sepse kur shko në jug, kalon nga Vlora, kalon siç nuk kthehesh për andej, gjithmonë kam pas qëllim. Tani edhe po na e prisën frat mund të me u pa. Pra ne bëm një letër, diku ke 10 faqe, 5 në shqip, 5 në anglisht që e nisëm. Kjo është më shumë se shfryrje Facebooku. Kjo është një shkresë që ti e çon në institucionet, dhe nëse s'ke përgjigje, mbas disa ditësh do e çosh prap. Kjo është një mbështetje shumë e madhe për ata qytetarë në Shqipëri që po ngrenë zërin. Nesër nëse do shkojnë në Shqipëri dhe do jetë ende kjo problematike pas zgjidhur, unë do jem atje do protestoj me njerëzit. Por ke 129.000 banor në Vlorë. A ke pasa veta shkojnë atje për tur për faqe vetëm 30 veta. Kjo është. Vetëm dhe ata 30 veta, 15 në ata unë i njoh se janë aktivistë që dalin çdo protestë. I ke kundra qeverisë. Të njerëz, po. Ore që Zoti ja shtoft fuqinë më që dalin. Absolutisht po, akoma, sepse për mua ata janë motivues që jetojnë në Shqipëri, përballen për ditë me këto gjëra dhe dalin. Por nëse më lejon, se është diçka tjetër që më vret. Ne shqiptarët kemi shumë gjëra që siç mund të kesh edhe me vllajën, me motrën ta, të gjëra që të ndajnë, sado që je një gjak. Ne si popull kemi shumë gjëra që na ndajnë. Por kemi edhe shumë gjëra që na bashkojnë dhe ne te ato duhet të fokusohemi. Por ka një lloj tentative për të futur një ndarje fetare në Shqipëri, krahinore po e ke pas qenë komunizëm, që kur bën shqipen standarde e bën më shumë toskërisht se sa gegnisht dhe i bën shumicën shqiptarëve që janë geg të ndihen si analfabet kur vinë në Tiranë, se thonin jo po kështu. Kjo ka qenë një po kaq po është a jemi dakord. Jam dakord plotësisht me fjalë, por ne kemi patur vazhdimisht të probleme. Është problem i thellë social kë. Ore ti ke në Zvicër, ti jeton Zyri, Lucern, Basel, janë nga një orë larg nga njëra tjetra. E flasin dialektin e tyre me krenarin më të madhe. E flasin gjermanishten, Schweizerdeutsch, gjermanishten standarde zviceriane, e flasin gjermanishten standarde, por i ruajnë dialektet. Ne i kemi kompleksu tanët kur vinë Tiranë, sepse ne s'flasim mirë, si s'po merren avesh, flit më çdo 3 dialektin sepse është pasuri dhe hajt ta mbajmë. Por këtë e krijoi njeriu i ri në komunizëm, që sollën njerëz nga ana anës duke treguar se këta ishin intelektualët dhe vrau shtresë intelektualësh të paparë që gjatë rilindjes, rilindësit krenohen me fshatin nga vinin. Sot gjithë mundohen të hiqen sigurisht nga Tirana që të duken më të veçantë, ndërkohë që ajo prejardhja në gjykimin tim si Flor, sado që unë vetë jam rrit mes Tiranës, unë nuk e harroj prejardhjen time, qoftë nga Podgorica, qoftë nga Gjakova, qoftë nga Dibra Madhe, që kanë pas familjarët e mi, sido që të prindët në Tiranë kanë lidhë. Por mos hapem shumë. Dhe tek banorët e Riollit çam vrau. Domethënë, me ta them sinqerisht, domethënë sepse i mbështeta shumë, kur dolën kjo opinioni, fillon me një urrëtie se ai pronari përballë, po të mund që ziheshin, unë kam me tati, unë se kam. Po, kam parasysh. Ai kishte foto të varreve që ishin osmanisht, të gjyshëve të vet. Dhe ky tipi që i ankoi nga ana tjetër, e ofendojnë një farë fe nga ana fetare, që janë këto varre arabishta, që kena lidhen e me arab. Pra, e ktheu në diçka fetare për ta ul tjetrin, dhe unë këtu ta shpritje, nëse këta njerëz janë që bëjnë këtë ndarje me njëri tjetrin, pra nuk shohin ore këtu kemi po na vjedh dikush pronën. Hajde të kërkojmë sa më shumë mbështetje, pra e denigruan në një pikë tillë, i thash dhe atyre miqve të mi që unë i shkoja, i mbështesja dhe financiarisht u shkruan për protestat, tash okay, unë për momentin do ri larg sepse nuk më vrasin shumë këto. Në 2026 kur ne po na vjedhin për ditën me diell, po na ndajnë, po na zbrazin Shqipërinë. Ne zgjedhim të kapim me njëri tjetrin për gjëra që dhe në kohë shumë të vështira, ku kemi pas presion e grekëve, të turqëve, të serbëve, kemi ditë jemi bashkë, kemi pas Argjeq Fishtën, Axhia Fizibrën. Jam dakord me këtë. Jam plotësisht dakord me ty dhe mbështes plotësisht mendimin tënd. Por them të drejtën, e shoh edhe çudi, për shembull, po themi opozita shqiptare ose Partia Demokratike, nuk është e zëshme për të tilla probleme. Përveç që ti shpesh i shmangësh politikës, a u do sepse më tepër je aktivist, më tepër je person që do të përcjellësh nuk është puna se unë dua të flas për politikën. Por problemi është që a është një pakt i fshehur majorancë opozit që Shqipëria të coptohet në këtë lloj mënyre, sepse ne s'kemi as sindikata, më flor, ne s'kemi as shoqëri civile. Ne dim se si funksionon perëndim, se kush e ndez perëndimin. Të themi rast që to them dy gjëra. Unë kam fatin që doktor Alim Kosovën e kam ndaj.
Unë e përshëndes shumë sepse E kam daj pra, se më thonë daj, është vllai i mamit me atë e kam patur shumë mik sepse në duart e tim ka lind djali. Sa bukur, më gëzove. Faleminderit. Dhe unë me dajën fakt kam pas rastin, sigurisht me babën tim rreth parë që ka punuar në bankë botërore që ka pas të antikorrupsion, po dhe daja na jep një rregull se ne rinim ke gjyshja, ke nana në shtëpi. Patjetër. Thoshte po e njëri me dhuratë në shtëpi, kthehani mbrapsht. Se vinin njerëzit dashamirësi, vinin kështu, kjo është për doktorin. Ne kishim për detyrë si fëmijë ti ktheheni mbrapsht. Po daji imi ishte tek PD-ja. Dhe ishin nga figurat më qytetare që në fakt e nderonte PD-n në Tiranë, sepse PD-ja kanë bërë një gabim që janë mundu ta mbajnë si parti të veriut. Po ti nuk mundesh sot të kesh një parti të veriut dhe të pretendosh marrësh Tiranën dhe të lësh jugun jashtë, sepse është ndarje krajinore e anës tjetër. Parti e Berishës ajo, as e Veriut as e kujt tjetër. Dhe këtu, jo se do dalë kjo që më pyet ti. Pra, në gjykimin tim, pra e larguan si figurë, u largu pa e ç'është kjo, unë kam një profesion, vazhdoj jetën e tij. Por mbaj mend se mua s'ma ndjen fare a do mërzitet njëri me këtë intervistë. Po flamur noka, unë pash një paracakosh që ndodhin Kamës një diskutim me militantët e vet. Dhe mënyra se si ai tha dil jashtë, se si ja luti dorën me një lloj mlefi, kështu që hikti se tipi s'ma ndjen fare për ty, ai ishte mesazhi më i qartë se çfarë kjo kupol drejtues ose ky person mendon për mbështetësit. E diti që të kesh 13 ditë në opozitë, siç janë ata dhe prapë të shkojnë mbledhje partie, që janë krejt vullnetare dhe të rrezikojnë veten, thonë po dalim me fytyrë, po jemi kundra, dhe ti trajtosh sikur i ke sklevrit e tu, ndërkohë që duhet të thosh po ç'halli ke, çku nuk pëlqen, si mund ta bëjmë më mirë. Kështu që kjo mua më lind dyshime të nda që ka problematika shumë më thella aty, se sa vetëm domethënë ka pakte të brendshme që mund të kenë lidhje me biznesmenët që investojnë në këto zona, por dhe pakte më të mëdha që shiko, unë do mbaj opozitën, ti mban atë pjesën tate, bëjmë sikur zihemi dhe këto i kemi pa, nuk është se çudi. Unë po them në rastin e votës diasporës, do më lejosh vetëm pak se aty ne patëm betejën që bëm gjithat projekt ligj, 10 faqe me 30 faqe relacion. Dhe kur erdhi në fund fare, ajo që solli PD po që ishte Gjiknuri dhe Byli Bashi, morë dhe një fëmijë i klasës 8 do kishte shkruajtur më mirë. Një faqe e gjysmë me 12 pika, pas një relacion, pas një gjë, dhe pastaj e pam kasapanin që solli, dhe kur ti bën pak dhe s'e një gjë kaq qesharake, ndërkohë që vetë diaspora të kërkon shumë më të fortë ligjin e njërën tjetrën, ka shumë gjëra që nuk shkojnë. Pra, o janë të paditur, ose janë të ditur me qëllim, por po shpresoj të jenë të paditur, se për ndryshe i vrasin çdo shpresë që mund të kishte çdo njeri tek ata, me thënë drejtën. Nuk e di, kjo është, shikoj, kush është mendimi jot? Kemi një krizë politike apo kemi krizë morale kombëtare, Flo? Morale, totalisht krizë morale. Totalisht krizë morale. Ne jemi, prandaj po them, kur flasin për vlera konservatore, vlera familjare dhe nuk I jetojnë, ne jemi, po hiq ato 20 vjeçarët, sa atë thash më shumë me mënyrë kështu. Kuptoj, është drejt. Domethënë kur e trajton të mirën e përbashkët, kur I trajton fëmijët, ore di çfarë bëra para të ditë se thon njerëzit shkruajnë në Facebook. Ndërkohë që u vran ata 2 fëmijët atje në mes ditës, ato onjit e vegjël, Zoti mëshiroft, nga ai kriminal që I jep makinës I pir dhe që po shohim raste të tilla se tani morën vrum njerëzit po denoncojnë më shumë. Unë mora kontaktet e mia që kam në kryeministria dhe I thash ore jeni vete që nuk I leni shkollat hap në për Shqipëri. Në Zvicër, në Gjermani shkolla nuk mbyllet fare. Ka një orar që shkolla jo e brendshme, e jashtme, që ka fusha gjëra, sepse ata mund të jenë ca oazën atë Tiranën e mbi mbytur nga betoni, ku fëmijët mund të luajnë. Bëra ato përpjekjet e mia, sa as nuk I kam nxjerr me thënë drejtën, kur më shkruajtën Floria dolëm tha, hapëm një projekt tha 2 orë në ditë do jenë të hapme. 2 orë në ditë më thashun talleni ju, hapet më nga ora 4 ku mbaron mësimi deri në 9 darkës ku ersohet. Do shtoni nga 2 roje që mos hyn xhamat apo ku dëgjon. Ç'e bën ti 2 orë në ditë fëmijët? Fëmijët kanë kaq shumë energji dhe ky pastaj është cikli ku dhe moralin e vret, sepse morali me njerëzoren është shumë I lidhur. Kur ti ke një prind të raskapitur në punë për mbi jetesë që të sjellë një jetë mirë fëmijëve, të raskapitur në kuptimin e plot fjalës, që vjen dhe I stresuar nga trafiku, që ka dhe një fëmijë që është I raskapitur, ndoshta I bullizuar njërin tjetër dhe ka shumë energji që nuk di ku t'i nxjerrë sepse nuk ka më parë që gjëra, të krijohet një cikël vicioz, që fillojnë sherrret në shtëpi, që fëmijët bëhen problematik, njëra në tjetrën, ndërkohë që të paktën këto që ke shkolla, të paktën këto hapi. Ndërkohë vetë si Flor po punoj dhe në një
plan se si mund të them të paktën në Tiranë, të them more, tu ka nevojë për parqe, kjo mund bë dhe do thosh ti që ja fut kohë. Po mirë, unë kaq kam mundësi të bëj. Ku do dhe bësh kaq bëj, parkun dhe në ky- Tiranë, Flor? Ku ka ngel vend për parkun në Tiranë? Ja do kur ti nxjerrën do i shohësh, po dhe ky është një rast që tregon atë që un jam. Jo, Mua me vërtet është PS-ja sot në pushtet në Tiranë, po mua më interesojnë nipat e mbesat e mi që ka ajo lagja ke pallati im, ku ne rrin 20 fëmijë përpara, tani ke vetëm makina valla, ato s'kan kurrin. Kupton që fëmijët nuk kanë më lidhje me njëri tjetrin. Fëmijë në pallate nuk njihen më. Mbyllen në ato celularën, ato gjëra, edhe pra, kemi një krizë morale, po politike, më politike, po të mblidhen disa njerëz që duan ngrenë zërin, po të ngrihet ndërgjegjja qytetare, po të shohin rezultate njerëzit që arrin gjëra, ti je i bindur që dhe pjesa politike vjen vetvetiu. Jo, absolutisht mos, se politikën njerëzit të bëjnë, nuk diskutohet, por problemi është që ne duhet të dimë të shmangemi apo të bëjmë delet sa më shumë këto a mo bë ky, a mo kush është ky, po cili është ky, këtë që kemi ne këto lloj bullizimet kundrejt njëri tjetrit. Por ne ende vlerësojmë të fortin në burr. Domethënë për sa kohë se edhe këtu pra vite bashortja ime, domethënë jap ta tipat që jap makinës me 70 në zonë 30-çe. Dhe unë çik kështu jam, i shkoj Bixhanit, them ç'a bëm bro, ose i bërtasim ngrizërit. A manta se do zihesh. Por do zihem thashun po lart që po i ndodhi gjë fëmijës. Unë detyrohem dal nga vetja komplet pastaj. Shiko, patjetër sepse Ç'do bësh më? Duhet me marr situatën në dorë, s'ke ç'a bën. Dhe po reagum, ndoshta edhe këta kuptojnë, s'ke më. Shiko, pse mendon Flor, me fjalë duke pas parasysh, Shqipëria sot ka protesta pothuajse kudo. Ka bërë edhe protesta me gjasmë opozita. Por vëre diçka, dhe doja mendimin tënë, pse këto protesta duket sikur ndezin, sikur shkrepin, por shuhen shpejt. Është politika ajo që ndërhyn, a jemi ne jo shumë të guximshëm për ta dërguar një kaos deri në fund? Unë gjykoj që një protestë vetme ka pas Shqipëria, ose dy po them, ajo e 91-shit, 92-shit, që u ngritën studentët. Atë mos e llogarit fare, ajo ka qenë. Po dhe edhe aty ndërhyn u infiltruan shumica e këtyre që janë sot, që s'kishin fare lidhje me protestën dhe u bën nga komunist, u bën demokrat dhe e morën në kontroll. Unë kam pas një rast se po ta përmend këtë, që atëherë më ka bllokuar Facebook, unë kam marrë rastin e Ceaușescut, kam thënë të ishte ndodh Shqipëria që ndodhi Ceaușescut, se në Rumani dridhen politikanët kur ngrihen njerëzit. Kënë Fenama se do bëjnë, do bërtasë, çik do ikin prapë. Dhe atëherë më bllokuan dhe që atëherë kam pas shumë vështirësi që nuk ndiqej profile njërin tjetrën, po çështje e botës e diktaturës digjitale ku jetojmë. Protesta më e bukur ka qenë ajo armëve kimike, kundër armëve kimike. 2014-s. Që me të vërtetë u ngritën dhe kishte qef, shkoi i vogël, i madh, njerëz të gjitha krave. Këto procesa politike unë nuk konsideroj fare. Duke qenë se jam opozitar, kam shkuar, sa kam qenë në Shqipëri, jam tërheq, më kam ftuar dhe të flas, kam thënë nuk flas, sepse protesta, hajde bëjmë 2 orë sikur bërtasim, ikim shtëpi, unë s'kam parë zotri. Ata sikur kishin mbledhur energji gjithë të protesta që kanë bë në kaq vite, nga i herë 2 muaj, sikur ti kishin bë për një javë rresht, do shëra qeveria, do kishin motivuar dhe njerëzit që shif ne kemi seriozisht. Po tani të dalë, ore tha i deputeti PD-s para sa kohësh, të futen njerëzit në grevuri, tha. Si më të futen njerëzit në grevuri? Futu ti më burr. A jeti përfaqësues i popullit? Ti ti futu në grevuri. Çka ke, do rish pa hëngër një muaj? Do bësh me serume. Po nuk rregush në grevuri pa hëngër, po. E di më burr, po fjala bie më burr. I thon njerëzve, i thon hallexhive, dilni ju në grevuri që të hedhin në qeverinë. Zot na rut. Po nëse se domethënë se më pyete për protesta qesharake janë këto që shko bie çik me fshek zjarre kryeministrisë apo me një molotov. Jo, po vëre edhe këto protestat që po ndodhin qoftë për Vlorën, atje në Vlorë, qoftë në Shkodër, qoftë në Durrës, qoftë në Tiranë, pra kudo, kupton, vëre që ndisen, por ju e thatë edhe vetë në fjalë, 30-40 vet, a ke parasysh nuk ka mbështetje, por a mendon që jemi thjesht ne që kemi humbur atë frymën e shqiptarit, jemi patriota në Facebook dhe në stadium futbolli, apo është politika e ndurë të tjera ato që
Jo, ne kemi humbur pa diskutim, kemi humbur besën ke njëri tjetri dhe unë edhe këtu në Zvicër, përfshi diasporën shqiptare kanë në Zvicër disa grupe me shqiptar Shqipërisë që i bashkoj, sepse ne shqiptarët e Shqipërisë kemi hikur me trauma. Shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, të Malizi kanë pas armikun, kanë pas huaj. Ne kemi pas armik njëri tjetrin, spiononin njëri tjetrin dhe kanë një gjithë me trauma dhe unë i them hajde bashkohemi, hajde forcojmë komunitetin. Dhe ishim para sa ditësh 10 veta, thonë Samishi na ke bë, grupi ka 60, sepse mundohem të bashkojmë, hajde shohim çfarë mund ta ndihmojmë njëri tjetrin, çfarë mund ta bashkojmë, ndoshta s'kemi fare nevojë. Pra duhet risjell kjo fryma e jemi një pjesë, jemi të bashkë, mund bashkohemi. Por ata që protestojnë në Shqipëri, unë heq kapelen sikur vetëm një njeri dali protestoj, dhe në fakt janë disa është Arbeni, Guida, ai djali me plis, është Andi Tepelena, që janë njerëz që me të vërtet more është Entela Spa i vogli. Sado që kanë gjëra që si Andin, si Entelen i kam patur në emision me fjalë, janë vërtet gjykimin tim si besimtar musliman që ato kam pak jo Arbeni, këto tjerë të islamofobi që e shprehin sa është Bajram, flasin kundra dhe mund vjen shumë keq në ditë festa që shqiptari katolik ose musliman shkonin ke njëri tjetri për t'u gëzu, sot njerëzit kapen në nxjerrin kështu gjërash, megjithatë për aktivizmin e tyre unë i heq kapelen. Beni është një nga aktivistët më të mëdhenj që ka Shqipëria dhe nuk le protest pa shku, po Beni është familjar. E jeton, e rrit familjen vet me shumë djerë, siç bën dhe Andi, siç bën dhe Entela, siç bën dhe të tjerë që janë aty. Dhe këtyre unë i heq kapelen që shohin çdo protestë. Prandaj po them, njerëz që protestojnë nuk ka të tjerë pastaj që i bashkohen. Ore edhe çfarë ndodh diçka tjetër, më tha një familjar para ca kohësh, aman ata do protestoni çik për këtë që po ndodh aty tha. Thashun protestojmë ne, po ju çfarë bëni më burr? Domethënë, po jo dhe se ne jemi këtu, punojmë. Ore thashun, po nuk u ngritëm të gjithë. Kur nuk do bëhemi një masë konsiderueshme që ta hedhin qeverinë. Flori, shiko, më bën diçka përshtypje. Ne flasim për ata baballarët e kombit, po themi, flasim për rilindjasit, flasim për njerëz që kanë dhënë gjithçka për Shqipërinë. Dhe më bën çudi diçka. More gjithë ankohemi, qoftë administrat, qoftë njerëz thjesht, qoftë pensionistë, dhe them, ore, si s'doli një burr, e thot, unë dorëzoj rrogën, e dorëzoj vendin e punës për 1, 2, 3. Po. Dhe ati burr, gjithë shqiptarët do ja pagunin rrogën, do i pagunin dhe gjë, pra u flas si kam pra e kam të ky kuptimi. Të nënshtrohemi kaq lehtë. Shumë e vërtetë. E dim që është keq, e dim që është gabim, ku diun, dhe pajtohemi kaq thjesht, nuk e di pra. Ndoshta s'po di unë të them atë që dua të them. Jo, po e thu shumë saktë. Unë bi shumë dakord me ty në shumicën e kësaj që the, por para sa ditësh në Vlorë doli një djalë që tha, "Ore, unë jam policiu", më tha. "Po jam nga kjo zonë, hoqa uniformë", tha, dhe dola këtu. "Po mosh nga puna, le të meqin", tha. "Do gjej punë tjetër. Ishini dhe ju, po mos mbroni këtë vjedhje që po bëhet." Pra njerëz të tillë ka. Ose ti ke dhe lëvizjen do përshëndet. Me çdo gjë. Sa i mbështesim apo sa zë ju japin këtyre njerëzve. Fare më shkruajt në ky heroj, bravo që i bumaroj. Aq. Pra kjo është problem domethënë. Ne na u vran fëmijët në trotuar dhe u harrua ajo sot. Po mirë, au vra tash ndjes pas, e kërkojnë ndjes edhe familjes dhe i shpreh ngushëllime, po edhe fëmia në Elbasan që përplasi Petro Bozo. U bë legjenda, po më fjalë kishte fajin fëmia, mirë që s'thani i prishi makinën Petros. I prishi makinën, po çfarë po bë? Ja, prandaj po them se po kapim shumë problematika, po japim zgjidhje, por ti je një pjesë e zgjidhjes. Ti ke zgjedhur që ta vesh fytyrën tënde me emrin e emër, të flasësh për të mirat që ka diaspora, po dhe për të këqijat që ka Shqipëria, qoftë opozita. Kështu që ti je një nga ata luftëtarë dhe si tu janë dhe shumë të tjerë që të dëgjojnë dhe bëjnë njëjtën gjë. Kështu që nuk duhet të heqim dorë, por duhet shohim si vim te bashkimi, sepse bashkimi është shumë i vështirë që të bëhet. Po je i pamundur, Flor. Asnjëherë s'është pamundur. Asnjëherë po lam gjërat më njanë që shohim ke njëri tjetër që s'na pëlqejnë. Dhe të fokusohemi, do marrim 5 pika, do i bëjmë këtë, do i çojmë përpara, vetëm kjo na lehtëson. Ore siç e bëjmë gjithë në punë, pse çana, pëlqejnë gjithë kolegët në punë? Pëlqejnë gjithë kolegët në punë? Jo. Po ke një qëllim për të arritur, rasti konkret do ushqesh familjen, do fitosh jetesën me dëshmëri, dhe nuk i shef këto gjëra që s'pëlqejnë, shef ato që pëlqejnë dhe vazhdon punon fort që të arrish qëllimin. Kështu duhet të jetë Shqipëria. Të konkludojmë pak, duhet të rikthejmë edhe një herë pak tek fillimet e bisedës, ose nga mesi i bisedës. Dua të di
lëvizja diaspora për Shqipërinë e lirë do jetë lëvizje politike, do jetë në zgjedhje si faktor politik, do jetë pra kush është pra ku do shkojë Shqipëria, diaspora për Shqipërinë e lirë. E mira është në lëvizje politike kemi qenë që prej fillimit. Se në Shqipëri ka një kështu ngatarese thënë një partiake politike. Ne jemi parti, po lëvizje politike jemi se për çështje politike luftojmë gjithkohës. Kjo është e para jemi. Pra nuk është se do ketë një ndryshim. Tani për të futur në zgjedhje, për të synuar ndoshta të marrësh besimin e diasporës, aty duhet të kthesh në parti, në subjekt politik. Po pra, të kjo kam. Vendimi i kryesisë është marrë për këtë gjë që do bëhet, por ne jemi të gjithë profesionistë me familje që gjërat i mendojmë mirë, do bëhet një plan, nëse ja arrim ta bëjmë, po do jemi aty në 2029, nëse nuk na dalin mundësitë si ta bëjmë, do kemi zgjedhje më shpejt, më herët. Po harroj më buraska, po çfarë do ketë? Çfarë do ketë? Në rregull janë ata. Nga 3.000 euro marrin secili, marrin ato bonuset ato gjërat, bëjnë sikur zihen, i heqin mikrofon një tjetrit, nga herë ja vej, nga herë takohen, mano Leonardo, a kupton ti që 250.000 qytetarë nga diaspora votuan? A ke sot një deputet? A ke Leonardin në parlament që ka i radio me 40.000 veta dhe njeh komuniteti? A jeti në parlament? Nuk je. A është po dëgjon ai shoku jot që përmendet ti në Londër? Nuk është pra, se nuk duan zë diaspore këta. Këta edhe kur sjellin një kandidat që thënohet solla nga jashtë, e ngatarojnë se ti mund të jetosh jashtë ore, siç sollën këtë ministrën që na solli sot këto ilaçet për tranzinorët, ndërkohë që s'ka ilaçe për kancer. Një mendim Flori për të, sepse disa herë pata në mendje, por një mendim e dua. Katastrofë. Sepse më mirë më Flori, por ç'është kjo më Flori tani? Ç'është kjo ignorancë? Po mirë, se nuk po i hyjmë as kujt në hak, të bëj kush çfarë të doj te kravati i tij, flesi doj, flej me këtë doj. Po kjo është si futemi fare asaj me se kanë jetuar gjithë jetën ata më dhe le absolutisht lumtur edhe sot. Absolutisht kanë jetuar mes nesh edhe më përpara gjithmonë. Nuk mund të luash me fëmijët më burr, nuk mund të prekësh fëmijët 14 vjeçar ti çoshti për terapi. Un jam një nga ata që kam çu diasporë shqiptare, ka çu pa dinë gjykat kushtetuese për ligjin për barazën gjinore, Do nuk e dia e ke në janar, kemi çu në andjetor, ka qenë kemi çu pa dinë dhe presim të thirremi. Sot po merrem me ato, na kanë kërkuar si më thënë, na kanë çu atë çka quhet me interpelancë, na kanë çu kundërshtimet dhe ne po i kthejmë kundërshtimet tona. Pra, unë e kam thënë me vepra konkrete që janë kundër kësaj. Por të kesh një sistem shëndetësor që të mungojnë gjërat etike, që babi im duhet shkojë të ndrojë jetën në Vjenë, se në Tiranë s'kurohet dot, printet tu duhet shkojnë në Itali të kurohen në njërin tjetrën dhe të merresh me këto gjëra. Tash ndjes pas babi jot apo printet e mi, inshallah kanë jetë, por ore, jo gjithë kanë këtë mundësi burrillo tash. Po pikërisht pra, po jo se shkosh të paguash spitalet në përballë. Po pikërisht pra, jo se këtu desha medale te diaspora. Po sollën të ministrë, po është nga jashtë, kena cil diaspora, na vash më vëlla ti sollën një pedagoge apo mjeke që punote në Francë. A është kjo përfaqësuese e komunitetit, se ti je deputet i diasporës, duhet të jesh i njohur dhe të kesh ndihmuar komunitetin që kur thoshti nesër do dal Leonard Koja, të ngrihen 40 veta që ndjekin radhën tënde, e thonë po, e njohim, ka bërë këtë. Këta sjellin nga një që studioi jashtë apo punoi jashtë, e thënë sollën nga jashtë. Prandaj po them edhe herë, dhe votën e diasporës kurrë në kurrës nuk do na kishin dhënë, po mos e kishim marrë me forcë, me forcën e ligjit, me dhunë, me lobim, me njërin me tjetrin. Florinaçkaj, do gjithë nga tha që në 2029 do ka zgjedhje. Unë them që ka më herët, inshallah ka më herët, paktën kështu e dëshiroj unë, kupton? Ma na le kohë përgatitemi. Se kam mbajtur një vjeç. Se në ruajt Zoti, por Flori duhet në drejt të mbledhësh forcat dhe po mirë. Nëse Florinaçkaj ka një forcë për të ndryshuar diçka, çfarë do ndryshoje? Si thosh, do ishte firma e parë jote për të ndryshuar diçka në Shqipëri? Firma e parë imja do isha unë si Flor. Pra, modeli që ti sjell në mënyrën se si i bën gjërat. Korrupsioni është kangrena më e madhe që ne kemi. Por është i kangren
që po na han nga brenda, Ore, duke korrupsionin patur në vetvete. Jo, një sekond. Korrupsionin ne vetë bëjmë po. Se jemi edhe vetë njerëz ne që Po deri këtë po dorën thuaj, xhep, deri po dorën këtë xhep. po këtu po ore ne vjedhim nënë e bab, ulemi hajm drek me familjen dhe thonë un jam I punë shtet sa më mori rrok, thonë dhe këtu bëj diçka privat. Po pse më shtet kë vjeti? Vjet taksat që ka dhënë baba jot, nona jote. Dhe prandaj un jam për korrupsion zero, pra për luftim në maksimum të kësaj, është I betejë shumë vështirë sepse e ka dhe vetë populli nga brenda. Në kohën Alipas të Flen, nëna kur bë 13 vjeç ta pse s'del kustar në Malta se e ke për detyrë të vjedhësh që të sjellësh në shtëpi. Pra ne kemi na dënon këtë. Por me shembull që kemi sot, të paktën ti, unë, njëri tjetër që janë kundra korrupsionit dhe e jetojnë një jetën pastër, hajde të sjellim këtë model, se shkop magjik nuk do kemi. Dhe do kapesh me korrupsionin, që të paktën mos mungoj ke spitalet, mos mungoj te siguria e jetës, dhe luftë ndaj krimit duhet kështu ballore komplet. Sot krimi e ka kapur kaq keq shtetin, sa edhe këtyre veti ka dalë jashtë kontrollit ato lidhje që kanë me krimin. Jam I bindur për këtë. Jo, për këtë jam I bindur dhunë, mi fjalë shumë mendoj dhunë dhe kur flasim duhet I dalësh përballë krimit, I bie të zhbësh komplet sistemin, sepse vetë sistemi është krim. Vetë sistemi është krim. Po, e vërtet, po e ke edhe rastin e El Salvadorit, që është një rast që mua si Flor më pëlqen shumë, është ai Najib Bukele, që ka qenë një nga shtetet më të rrezikshme në botë, me mafien, me këto me tatuazhe që janë që I kishte tonë që ta I ke gjithë në përburgje sot. Edhe ato e akuzojnë për po shkel drejtat e njeriut, thotë drejtat e njeriut mund t'i shkelun këto ndërkombëtarët, po njerëzit e mi po jetojnë sigurt. Kështu që ka mënyra për të bërë dhe duhet jemi radikal, se po pritën nga të tjerët, edhe këtë e kam unë shumë të rëndësishme për ta thënë. Gjithmonë presim nga të tjerët. Gjithmonë armiku është tjetri, gjithmonë gabimin e kanë të tjerët. Ne duhet të ndalojmë se thoni ç'a na boni turku, ç'a na boni gjermani, unë tani ç'a mund bëj. Është ky problemi tani, unë si mund ta zgjidh? Ç'a mund bëj unë si Flor që të heq nga vetja ime dhe ta bëj këtu mirë? Do lëviz një gjë të vogël, shumë mirë, bëre jam krenar për këtë. Kaq munda unë. Le të motivoj 5 tjerë që ta bëjnë. Thash pa, edhe unë e them shpesh këtë, ore shikoj, kemi ngel duke u thënë fëmijëve tanë që më qenë duke u treguar prallë. A din se nipi ku je, a din se kë ke gjysh, a din kë ke patur së gjysh. Ore, po prit me po fëmia im do dinë herë thotë, ore, kush është prindi im? Çfarë ne po bëjmë për këtë? Çfarë shembulli po japim që ky nesër, ky fëmia jo nesër do bëhet prind që ti thot nipit vet, ore çfarë gjyshi ke pas apo çfarë maskara gjysh ke pas. E vërtet. Pra kjo do larg pamësi në mënyrë të menduarit dhe sot jemi duke parë shumë shkurt, shumë afër fatkeqësisht. Flora Naçkaj, unë kështu e kisha menduar bisedën me ju, nuk e di se pra është hera e parë që jemi në një komunikim së bashku, kështu në media, dhe nuk e di se sa e kam dalë, por unë të jam mirënjohës për kohën, për mundësinë, dhe nëse është diçka që unë nuk e trajtova dhe ke diçka për të shtuar, është çdo gjë në dorën tënde dhe është koha është e jotja. Jo, unë jam shumë I njohës dhe doja kur ta shohim të arsyeshme, sidomos ti, se mos përsërisim vetveten, të kemi dhe un kam dhe dëshirën të dalim të flasim kur kemi diçka për të thënë, pra mos me dalë me përsërit veten dhe për këtë arsye dhe nga mediat Shqipëria jam larguar sepse marrin të dovish se më I kam thënë çka kam për të thënë, kur të kem diçka do të dal prapë. Por të falenderoj që më more, që më dhe zë. Këshilla ime është për gjithë ata që na dëgjojnë. Mos heqin dorë nga Shqipëria. Shqipëria ka nevojë për jo vetëm për diasporën, por edhe për shqiptarët që janë atje. Dhe ne në momentin që do bashkohemi, sepse ekziston dhe kjo teoria që ju që jeni jashtë jeni të mirë, jo mos jemi fare të mirë. Ne madje jemi më frikacak në thonjza se ata që janë në Shqipëri, sepse ata përballen për ditë dhe ja dalin të ndjetojnë me djerës edhe me ndershmëri se shumica shqiptarë janë të ndershëm. Ti je I bindur për këtë. Si është fjala jonë shqiptare? Frikacaku ikën e trimi bija, si është? Inshallah s'po bim se edhe nga larg, por dua të them që duhet të mos heqin dorë nga dashuria për vendin, nga betejë për një Shqipëri më të mirë dhe me gjëra të vogla. Ore duke mbjell një pemë, po bjen rruga atje në Kukës, shko mbjell një pemë, e bëri diçka të mirë për vendin. Ke mundësi më shumë, bë më shumë. Dhe atyre pasaj që dëgjojnë që janë njerëz që fatkeqësisht vetëm nxjerrin kleçka te kushdo, edhe atyre I bëj thirrje të bëjnë një punë. Jo vetëm të merren me fjalë apo të shfryjnë të shajnë për Facebook, sepse nuk shkatarojnë asnjëri përveç se vetveten, me këto mbledhje që kanë, shohin një gjë të bukur, një ta shijojnë që ketën dhe të bëjnë një gjë të mirë për vendin.
Unë të jam mirënjohës dhe Window Radio do jetë gjithmonë një media e lirë dhe totalisht pa censur. Shpresoj që ju apo njerëz të tjerë të diasporës apo kur të keni projekte diçka, shpresoj që do na vini sërish. Me shumë kënaqësi dhe falenderoj edhe jam jashtë masë mirënjohës për kohën që shpenzove me mua sot. Faleminderit gjithë që na dëgjuan. Ta them natën Floro. Natën edhe ti dërgoj puthje mamit tim unë se e di që po më dëgjon. Ja, inshallah ka jetë dhe shëndet dhe të rujt Zoti, faleminderit. Goja, edhe juve, Leonard, gjithë mjella. Natën. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont sonde, pra u përpoqëm dhe u munduam me zotin Ferhan Haçkaj, me aktivistin e diaspora për Shqipërinë e Lirë. U përpoqëm të themi diçka, u përpoqëm të flasim aq sa ne patëm mundësi, apo në mënyrën se ne menduam për të folur gjërat, sepse më thonë të drejtën Shqipëria jonë ka probleme pafund, në diasporë ka probleme, në shqiptarët pra në përgjithësi kemi probleme pafund dhe u përpoqëm të cekim disa gjëra dhe të themi disa gjëra, se sa kemi arritur për të thënë aq sa ju ndoshta keni menduar, por gjithsesi ne kemi thënë atë çfarë kemi menduar dhe ky ka qenë mendimi jon, duke shpresuar që mendimi jon të ketë qenë i vërtet shumë apo edhe ju të keni marrë në një informacion që ju ka vlerëtur. Duke falenderuar Florianin, duke ju falenderuar të gjithë ju miq dhe duke u qenë mirënjohës të gjithë ju që shpenzuat kohë të na ndiqni, sepse koha është gjëja më shtrenjtë dhe të na dhuroni kohë, ne ju jemi mirënjohës pafund dhe shpresojmë që kohën tuaj ne mos ta zhgënjejmë, pra ne si staf i Window Radio mos ta zhgënjejmë dhe dua t'ju përqafoj të gjithë. Përgjithsisht t'ju uroj një natë të mirë, një fundjavë sa më të këndshme dhe në mënyrë evazive, pra nuk e di ndoshta 100%, por mendoj që do kemi emision nëse mbroma, nëse jo, do ju le ta kem të njëjtën e ardhshme se ishte në Horizont, por ju mos u shkëputni nga Window Radio, pra Window Radio në gjeni në disa platforma, në një numër shumë të madh platformash, ku ju mund të ndiqni muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi, apo dhe emisionin që do jetë në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe Kanadas, është vetëm në radio, pra në platforma, jo në Facebook. Natën e mirë dhe ju përqafoj përzemërsisht dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio i Day.